Në një ditë me shi, një vajzë e vogël hyn e vetme në një dyqan luksos dhe tërheq vëmendjen. Shitësia përpiqet ta nxjerrë jashtë para syve të gjithëve, por diçka e papritur ndodh. Një gjest i thjesht ndryshon rrjedhën e historisë dhe prek zemrat e atyre që e shohin. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po e ndiqni. Duke vazhduar, shiu binte mbi Tiranë me një intensitet që dukej se donte të lante jo vetëm rrugët, por edhe plagët e padukshme që çdo njeri mbante brenda vetes. Ishte një nga ato pasditet të dimrit Tiranas, kur qielli erësohet shpejt dhe njerëzit vrapojnë të dëshpëruar në kërkim të një strehe, duke mbrojtur kokat me çanta, gazeta apo çfarëdo që gjenin rrugës. Trafiku bëhej edhe më kaotik, borit binin pa pushim dhe i gjithë qyteti dukej se hynte në një gjendje emergjence përballë tërbimit të natyrës. Në zemër të bllokut, një nga lagjet më luksoze të kryeqytetit, ngrihej një qendër tregtare elegante e njohur për vitrinat e saj të sofistikuara, dyqanet e markave ndërkombëtare dhe një klientel jashtëzakonisht përzgjedhëse. Aty, mes vitrinave të ndriçuara dhe dyshemeve prej mermeri që reflektonin dritat si pasqyra, qarkullonin vetëm njerëz me fuqi të lartë blerëse, biznesmen të suksesshëm, figura të njohura dhe turistë të huaj të gatshëm të shpenzonin pasuri të tëra për rroba dhe aksesor luksi. Ishte një botë më vete, një flusk prosperiteti në mes të një qyteti të shënuar nga kontraste sociale aq të thella sa edhe të dhimbshme. Brenda atij tempulli të konsumit, dyqani elegancë mashkullore zinte një hapësirë të privilegjuar në katin e dytë. I specializuar në veshje mashkullore të cilësisë më të lartë, butiku ekspozonte kostume italiane të bëra me porosi, këmisha mëndafshi francez, kravata të markave shekullore dhe këpucë që kushtonin më shumë se sa shumë njerëz fitonin në një vit të tërë pune. Muret ishin të veshura me nuanca gri dhe të arta, pasqyrat e pozicionuara strategjikisht shumë fishonin ndjesinë e hapësirës dhe sofistikimit, dhe një parfum i holl druri fisnik përshkonte ajrin e kondicionuar që e mbante temperaturën gjithmonë të këndshme. Atë pasdite me shi, Fiona Berisha, shitësia kryesore e dyqanit, po organizonte me përpikëri një koleksion të ri këmishash që kishte ardhur në mëngjes. Në moshën 42 vjeçare, me flokët të mbledhur në një topuz të përsosur dhe një buzëqeshje profesionale që e rezervonte vetëm për klientët që dukeshin se kishin para, Fiona njihej për efikasitetin e saj, por edhe për ftohtësinë e saj. Për të punonte në atë dyqan ishte më shumë se një punë, ishte një simbol statusi. Ajo pëlqente të thoshte se u shërbente biznesmenëve, politikanëve, futbollistëve të famshëm dhe madje edhe disa artistëve televiziv. Filozofia e saj ishte e thjeshtë, trajto mirë kë e meriton, injoro kë nuk përshtatet me standardin. Ishte atëherë që dera e xhamit u hap me një kërcitje të lehtë, e shoqëruar nga zhurma e pikave të ujit që binin në dysheme. Fiona ngriti syt automatikisht, e përgatitur për të pritur një tjetër klient të pasur, por ajo që pa e bëri të ngrinte për një çast. Një vajzë e vogël, që nuk duhet të ishte më shumë se 5 ose 6 vjeç, hyri duke u lëkundur në dyqan. Ishte tërësisht e lagur, flokët gështenjin ngjitur në fytyrën e zbet, uniforma shkollore blu dhe e bardhë e bërë qull deri në atë pikë sa pikonte pa pushim, duke formuar pelgje të vogla mbi dyshemen prej mermeri që Fiona krenoi aq shumë ta mbante të patëmedh. Fëmia dridhej dukshëm, jo vetëm nga i ftohti që sigurisht ndjente, por edhe nga diçka më e thellë, një lloj frike dhe çorientimi që dukej se ishte i rrënjosur në çdo lëvizje hezituese që bënte. Sytë e saj të mëdhenj e të errët shikonin përreth me një përzierje konfuzioni dhe dëshpërimi, sikur po kërkonte dikë që nuk shfaqej kurrë. Në njërin dorë, ajo mbante një çantë shpinë roz fëmijësh që pikonte po aq sa rrobat e saj, dhe në tjetrën, një qese të vogël plastike transparente që dukej se përmbante disa sende personale. Shpreha e Fionës ndryshoi menjëherë. Buzëqeshja profesionale u zhduk, e zëvendësuar nga një vështrim irritimi i fshehur keq. Ajo la këmishat që po organizonte mbi banak dhe eci shpejt drejt vajzës, takat e saj bënin një tingull të thatë dhe autoritar kundër dyshemes. Klientë të tjerë që ishin në dyqan filluan të shikonin në drejtim të skenës, disa me kuriozitet, të tjerë me siklet të dukshëm. Fiona u ndal disa hapa larg fëmijës dhe kryqëzoi krahët, duke marrë një qëndrim që e bënte të qartë pa kënaqësinë e saj. Zëri i saj doli më i lartë se ç'duhej, i ngarkuar me padurim dhe një prekje përbuzjeje që ajo as nuk u përpoq ta fshite. Tha se aty nuk ishte kopsht fëmijësh, se fëmijët e pashoqëruar nuk mund të endeshin nëpër dyqan, se ajo po flliste gjithçka dhe po tremte klientët. E pyeti ku ishin prindërit e saj, pse ishte vetëm, kërkoi që të dilte menjëherë përpara se të thërriste rojet e qendrës tregtare. Vajza nuk u përgjigj.
Vetëm vazhdoi të qëndronte aty duke u dridhur, sytë tani i mbusheshin me lotë që përzieshin me pikat e shiut që ende i rridhnin nga flokët. Ajo shtrëngoi edhe më fort qesen plastike në gjoks, sikur ajo të ishte e vetmja copë sigurie që i kishte mbetur në boll. Goja ju hap lehtë, sikur donte të thoshte diçka, por asnjë tingull nuk doli. Ishte e qartë se ajo ishte në shok, plotësisht e humbur dhe shumë e frikësuar për të reaguar ndaj fjalëve të ashpra që dëgjonte. Fiona bëri një hap tjetër përpara, duke shtrirë dorën sikur do të kapte krahun e vajzës dhe do ta nxirrte jashtë me forcë. Ishte pikërisht në atë moment që një zë mashkullor jehoi në ambient, duke ardhur nga një prej qosheve më të fshehta të dyqanit. Zëri ishte i qetë, por kishte në të një vendosmëri të patundur, lloji i autoritetit që nuk ka nevojë të bërtas për t'u bindur. Ai që fliste ishte Robert Cavalieri, një burr 53 vjeç që në atë moment po ekzaminonte një kostum blu të errët të varur në një nga manekinët. Robert njihej në qarqe të caktuara biznesi si një nga njerëzit më të pasur të Tiranës. Trashëgimtar i një familjeje tradicionale që kishte ndërtuar një perandori në sektorin e pasurive të paluajtshme, ai zgjeroi bizneset në fusha si teknologjia, energjia e rinovueshme dhe investimet financiare. Pasuria e tij vlerësohej në miliarda euro, por pak kush do ta njihte në rrugë, pasi ai gjithmonë mbante një profil të ulët, duke shmangur festat, eventet sociale dhe ekspozimin në media. Robert ishte i gjatë, me flokë të thinjur të krejur prapa, sy të errët që transmetonin inteligjencë dhe një thellësi të vështirë për t'u deshifruar. Vishej gjithmonë me elegancë, por pa bujë. Atë ditë, mbante pantallona klasike gri, një këmishë të bardhë linoje dhe një xhaketë lëkure të butë që përputhej në mënyrë të përsosur me personalitetin e tij të rezervuar. Ishte një njeri i mësuar të kontrollonte gjithçka rreth tij, të merrte vendime të vështira pa hezituar, por gjithashtu dikush që kishte humbur kontaktin me emocionet më delikate gjatë viteve. Jeta e tij personale ishte një shkretëtirë emocionale. I divorcuar prej më shumë se 10 vjetësh, pa fëmijë, i rrethuar vetëm nga punonjës dhe ortak, ai ishte mësuar të jetonte në një vetmi funksionale që deri në atë moment nuk e shqetësonte. Por diçka në atë skenë e shqetësoi thellë. Ndoshta ishte cenueshmëria absolute e fëmijës. Ndoshta ishte mizoria e ftohtë e shitëses. Ndoshta ishte ndonjë kujtim i largët i fëmijërisë së tij, kur edhe ai ishte ndjer i vogël, i padukshëm dhe i braktisur në një botë që nuk kishte durim për fëmijët që nuk përshtateshin. Fakti është se Robert la kostumin që po ekzaminonte dhe eci ngadalë drejt vendit ku ishin Fiona dhe vajza. Prania e tij ndryshoi të gjithë atmosferën e dyqanit. Fiona, kur kuptoi se kush ishte ai, u zbe menjëherë. Ajo e dinte shumë mirë kush ishte Robert Cavalieri. Të gjithë në dyqan e dinin. Ai ishte një nga klientët më të rëndësishëm, dikush që shpenzonte 10 mijëra euro në një vizitë të vetme, një njeri, prania e thjeshtë e të cilit aty i garantonte prestigj shërbimit. Ajo gëlltiti pështymën, u tërhoq një hap prapa dhe u përpoq të justifikonte qëndrimin e saj, duke thënë se po përpiqej vetëm të mbante rendin dhe pastërtinë e dyqanit, se nuk mund të lejonte që fëmijët e pashoqëruar të qëndronin aty, se ishte e sigurt që ai do ta kuptonte situatën. Robert e injoroi plotësisht. Sytë e tij ishin të ngulitur te vajza, e cila tani e shikonte me një përzierje frike dhe një fije shprese, sikur ndonjë instinkt fëmijëror t'i thoshte se ai burr ndoshta mund ta ndihmonte. Ai ul ngadalë, duke u vendosur në lartësinë e syve të saj, dhe e pyeti me zë të butë se si e kishte emrin. Vajza hezitoi, por pas disa sekondash përshpëriti me një zë pothuajse të padëgjueshëm se quhej Jona. Robert e pyeti se çfarë kishte ndodhur, pse ishte aty vetëm, nëse ishte humbur. Jona filloi të fliste me ndërprerje, mes dënesave që përpiqej t'i kontrollonte pa shumë sukses. Tregoi se studionte në një shkollë publike jo shumë larg prej andej, se kur filloi shiu ajo doli me vrap sepse kishte frikë nga rrufet dhe bubullima. Tha se u përpoq të ndiqte një grup njerëzish që vraponin drejt qendrës tregtare, duke menduar se do të gjente stre dhe pastaj do të mund të kthehej në shtëpi. Por kur hyri në qendrën tregtare, u hutua me aq shumë korridore, aq shumë dyqane, aq shumë njerëz. Eci pa drejtim për një kohë derisa pa vitrinën e atij dyqani dhe hyri sepse kishte shumë ftohtë dhe shumë frikë. Robert dëgjoi gjithçka me vëmendje, por kuptoi se kishte diçka më shumë, diçka që Jona nuk po e thoshte. Ai e pyeti për prindërit e saj, ku ishin, nëse donte që ai t'u telefononte. Ishte atëherë që fytyra e vajzës u mbyll plotësisht.
Ajo shtrëngoi qesen plastike me edhe më shumë forcë dhe tha, me një zë të ngarkuar me një trishtim shumë më të madh se sa një fëmijë i moshës së saj duhet të mbante, se nuk donte të kthehej në shtëpi. Kur Robert e pyeti pse, ajo vetëm tundi kokën dhe përsëriti se nuk mund të kthehej, se diçka e keqe kishte ndodhur para se ajo të dilte me vrap. Në atë moment, menaxheri i dyqanit, Anton Faruku, një burr rreth të 40-ve me një mustaqe të hollë dhe një qëndrim gjithmonë të shqetësuar për të kënaqur klientët e rëndësishëm, ju afrua skenës. Ai ishte thirrur nga një punonjëse tjetër që vuri re konfuzionin që po krijohej. Anton vlerësoi shpejt situatën, dyshemeja e lagur, fëmia i bërë qull, vështrimet kurioze të klientëve të tjerë, tensioni i dukshëm në ajër. Reagimi i tij i parë ishte të përpiqej të minimizonte problemin. Me një buzëqeshje nervoze, i sugjeroi diskretisht Robertit se ndoshta ishte më mirë të thërriste rojet e qendrës tregtare për t'u marrë me situatën, se ata kishin protokolle për raste si ai, se nuk ishte përgjegjësi e dyqanit të kujdesej për fëmijët e humbur. Robert u ngrit ngadalë dhe u kthye nga Antoni. Vështrimi i tij ishte i ftohtë si akulli. Tha, me një zë të ulët por që priste si brisk, se vajza nuk do të largohej prej andej derisa ai të ishte i sigurt se ajo ishte e sigurt. Tha se nëse menaxheri kishte ndonjë problem me këtë, ai mund të telefononte menjëherë pronarin e qendrës tregtare, i cili rastësisht ishte një mik i vjetër i tij, dhe t'i shpjegonte pse po dëbonte një fëmijë të frikësuar dhe të lagur në shi. Antoni mbeti pa fjalë. Ai e dinte se nuk kishte zgjidhje. Belbëzoi një justifikim, tha se sigurisht që Robert mund të bënte atë që mendonte se ishte më mirë, dhe urdhëroi Fionën të sillte peshqir të pastër, një batanie nëse kishte, dhe një gotë me ujë të vakët. Ndërsa Fiona vraponte për të përmbushur urdhrat, klientë të tjerë në dyqan filluan të komentonin mes tyre. Një zonjë elegante rreth të 60-ve, që po zgjidhte kravata për burrin e saj, u afrua dhe tha se kishte parë një vajzë duke vrapuar në trotuar më herët atë mëngjes, afër bulevardit Dëshmorët e Kombit. Tha se gati u shtyp nga një makinë sepse kaloi rrugën pa parë, por në konfuzionin e shiut dhe trafikut, ajo nuk arriti të shihte se ku shkoi fëmia. Një zotëri në pension që ishte gjithashtu në dyqan shtoi se banonte në një lagje më të thjeshtë në kombinat dhe se ditë më parë kishte dëgjuar debate shumë të zhurmshme që vinin nga një shtëpi e vogël afër tij. Ai nuk ishte i sigurt, por mendoi se mund të kishte ndonjë lidhje, sepse përshkrimi i fëmijës që ai pa në atë shtëpi përputhej me atë të Jonës. Robert i përthithi të gjitha këto informacione me mendjen analitike të dikujt që ishte mësuar të zgjidhte probleme komplekse. U bë e qartë për të se kjo nuk ishte një situatë e thjeshtë e një fëmije që humbi aksidentalisht. Kishte diçka shumë të gabuar që po ndodhte në jetën e Jonës, diçka që ajo nuk mundej ose nuk donte ta shpjegonte plotësisht. Ai i kërkoi Antonit të vinte në dispozicion një dhomë të rezervuar, një nga dhomat më të mëdha të provës që dyqani përdorte për klientët special, ku ai mund të bisedonte me vajzën me më shumë privatësi dhe qetësi. Kur dera e dhomës së provës u mbyll duke krijuar një barierë midis tyre dhe lëvizjes së dyqanit, Robert u ul në një koltuk lëkure dhe ftoi Jonën të ulej gjithashtu. Ajo tani ishte e mbështjellë me një peshqir të madh dhe të butë, ende duke u dridhur pak, por nuk pikonte më. Robert priti me durim derisa ajo u qetësua pak më shumë, dhe pastaj, me një delikatesë që ai as nuk e dinte se e posedonte ende, e pyeti përsëri për familjen e saj. Jona filloi të fliste ngadalë, sikur çdo fjalë të kushtonte një përpjekje të madhe. Tregoi se jetonte me nënën e saj, Aferditën, të cilën të gjithë e thërrisnin dita, në një shtëpi të vogël në kombinat, në periferi të Tiranës. Tha se babai ishte larguar kur ajo ishte shumë e vogël, se nuk e mbante mend mirë. Nëna punonte si pastruese ditore, duke pastruar shtëpitë e njerëzve të pasur në lagje si ajo ku ishin tani. Jona tregoi se ditët e fundit, nëna nuk ishte mirë. Ajo kishte dhimbje koke shumë të forta, vilte shpesh, mezi ngrihej nga shtrati. Megjithatë, vazhdonte të përpiqej të punonte sepse kishin nevojë përpara për të paguar qiran dhe për të bler ushqim. Atë mëngjes, tha Jona, nëna ishte bërë edhe më keq. Ajo ishte shtrirë në divan, shumë e zbehtë, duke rënkuar nga dhimbja. Jona u përpoq ta ndihmonte, i dha ujë, u përpoq të bënte një çaj siç e kishte parë nënën të bënte herë të tjera, por asgjë nuk dukej se funksiononte. U friksua shumë. Mendoi të kërkonte ndihmë nga fqinjet, por nëna gjithmonë i thoshte të mos shqetësonte askënd, se duhej t'ia dilnin vetë. Atëherë Jona vendosi të shkonte në shkollë, edhe pa i njoftuar nënën, sepse mendoi se atje mësuesja mund ta ndihmonte. Por kur arriti në shkollë, i erdhi turp të tregonte se çfarë po ndodhte.
Qëndroi ulur në heshtje gjatë mësimit, pa mundur të përqendrohej në asgjë, derisa filloi shiu dhe ajo hyri në panik. Doli me vrap nga shkolla pa njoftuar askënd dhe humbi rrugën. Robert dëgjoi gjithçka me një shprehje që nuk zbulonte vorbullën e emocioneve që po formohej brenda tij. Zemërim, mëshirë, mosbesim. Si ishte e mundur që një fëmijë kaq i vogël po kalonte nëpër gjithë këtë vetëm? Ku ishin të rriturit që duhej ta mbronin? Pse sistemi kishte dështuar kaq plotësisht me të? Ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej kohësh, një ndjenjë përgjegjësie që shkonte përtej bizneseve, kontratave, fitimeve. Ishte diçka personale, instinktive, urgjente. Ai e pyeti Jonën nëse e dinte emrin e spitalit më të afërt të shtëpisë së saj, nëse nëna kishte ndonjë mik apo familjar që mund të kujdesej për të tani. Jona tha se nuk dinte asgjë, se nuk kishte askënd përveç nënës. Robert atëherë mori celularin e tij dhe i telefonoi asistentit të tij personal, një burr i quajtur Marcel që punonte me të prej më shumë se 15 vjetësh dhe që ishte mësuar të merrej me situata të pazakonta. I shpjegoi shpejt situatën dhe i dha urdhra të qartë, donte që Marceli të dërgonte menjëherë një nga rojet e tij të besuar, diskret dhe efikas, për të shkuar në adresën që Jona do të tregonte dhe të verifikonte se çfarë po ndodhte. Nëse nëna e saj ishte në rrezik, duhej të çohej menjëherë në një spital privat të nivelit të lartë dhe të gjitha shpenzimet do të paguheshin nga ai. Nëse kishte shenja neglizhence ose rreziku për fëmijën, duhej të thërriste autoritetet kompetente. Ndërsa priste, Robert u përpoq ta shpërqendronte Jonën duke biseduar për gjëra më të lehta. E pyeti për shkollën, për atë që i pëlqente të bënte, nëse kishte lodra të preferuara. Vajza u përgjigj me ndrojtje, por gradualisht u hap pak. Tha se i pëlqente të vizatonte, se mësuesja e saj gjithmonë i lavdëronte vizatimet e saj, se ëndërronte të kishte një kuti të madhe me lapsa me ngjyra si ato që shihte në librari, por që nëna nuk kishte para për t'i blerë. Tregoi se i pëlqenin kafshët, veçanërisht qend, por që nuk mund të kishin një sepse pronari i shtëpisë nuk lejonte dhe gjithashtu sepse nuk do të kishin si ta ushqenin. Foli me sy që i shkëlqenin për një shëtitje që kishte bërë një herë me shkollën në një park, ku parosa që notonin në një liçen dhe hëngri kokoshka për herë të parë. Robert dëgjonte gjithçka dhe ndjente zemrën e tij, prej kaq kohësh të ngurtësuar nga betejat korporative dhe zhgënjimet personale, të fillonte të zbutet. Kishte një pastërti te ai fëmijë, një aftësi për të gjetur gëzim në gjërat më të vogla, pavarësisht gjithë dhimbjes dhe vështirësisë që përballej. Ai e gjeti veten duke menduar se si jeta e tij, me gjithë pasurinë dhe komoditetin, duke e zbrazët në krahasim me forcën dhe qëndrueshmërinë që shihte te ajo vajzë vetëm 5 vjeçare. Rreth 40 minuta më vonë, celulari i Robertit ra. Ishte Marceli. Lajmet ishin alarmante. Roja kishte arritur në adresën e treguar nga Jona dhe kishte biseduar me fqinjët. Zbuloi se nëna e Jonës, Dita, ishte dërguar me urgjencë në një spital publik atë mëngjes nga disa banorë të shqetësuar që e gjetën pa ndjenja brenda shtëpisë. Vajza me sa duket kishte dalë para se kjo të ndodhte dhe nuk pa asgjë. Gjendja e Ditës ishte e rëndë, ajo pësoi një krizë hipertensive të rëndë që mund të kishte çuar në pasoja edhe më serioze nëse nuk do të kishte marrë ndihmë në kohë. Tani ishte e shtruar, por në gjendje të qëndrueshme. Megjithatë, kishte më shumë. Fqinjet treguan se muajt e fundit, disa të afërm të largët të Ditës kishin filluar të shfaqeshin shpesh në shtëpi. Një kunat, vëllai i ish burrit që kishte braktisur familjen dhe një kushërir e largët. Ata thoshin se po ndihmonin, por fqinjet dyshonin për qëllimet e tyre. Komentonin se dëgjonin debate përpara, për një trashëgimi që Dita supozohej se kishte marrë nga një teze e largët, diçka që ajo nuk e kishte përmendur kurrë më parë. Disa dyshonin se këta të afërm po i bënin presion Ditës të nënshkruante dokumente, të transferonte prona, dhe se stresi i kësaj situate mund të ketë kontribuar në krizën e saj shëndetësore. Robert e mbylli telefonin me një shprehje të zymë. Situata ishte shumë më komplekse dhe e rrezikshme se sa e kishte imagjinuar fillimisht. Nuk ishte vetëm një fëmijë i humbur, nuk ishte vetëm një nënë e sëmurë. Kishte interesa të errëta në lojë, njerëz që përfitonin nga cenueshmëria e një gruaje punëtore dhe vajzës së saj të vogël. Ai e dinte se nuk mund ta linte thjesht Jonën të kthehej në atë situatë pa garantuar se ajo do të ishte e mbrojtur. Ai i shpjegoi Jonës në mënyrën më delikate të mundshme se nëna e saj ishte në spital dhe se po kujdeseshin mirë për të, se ajo do të bëhej mirë shpejt.
Pa lehtësimin e menjëhershëm në sytë e vajzës, të ndjekur shpejt nga ankthi kur ajo pyeti nëse mund të shkonte ta shihte nënën. Robert premtoi se po, se do të shkonin së bashku tani, por që së pari duhej të merrnin disa masa për të garantuar se gjithçka do të ishte mirë. Kur Robert doli nga dhoma e provës duke mbajtur Jonën në krah, të mbështjell me batanie, një heshtje respektuoze pushtoi dyqanin. Fiona, shitësia që fillimisht ishte përpjekur ta dëbonte vajzën, kishte sytë e kuq, qartësisht e penduar për qëndrimin e saj fillestar. Klientë të tjerë vëzhgonin skenën me shprehje admirimi dhe emocioni. Antoni, menaxheri, u afrua dhe ofroi ndihmën e tij për çfarëdo që ishte e nevojshme, qartësisht i impresionuar nga humanizmi i treguar nga një prej njerëzve më të fuqishëm që njihte. Robert falenderoi me një tundje koke, por nuk humbi kohë. Udhëzoi Marcelin, i cili tashmë po priste në parking, të përgatiste makinën për t'i çuar në spitalin ku ishte shtruar dita. Para se të dilte, megjithatë, ai u kthye nga të pranishmit në dyqan dhe tha diçka që do të mbetej e gdhendur në kujtesën e të gjithë atyre që e dëgjuan. Tha se ndonjëherë jeta na vë përballë situatave që testojnë se kush jemi në të vërtetë, që zbulojnë nëse kemi apo jo guximin për të bërë një ndryshim. Tha se ajo vajzë hyri në një dyqan të shtrenjtë, e lagur dhe e frikësuar, dhe gati u trajtua si një problem për t'u hequr qafe. Por ajo nuk ishte një problem. Ajo ishte një fëmijë që kishte nevojë për ndihmë, dhe çdo shoqëri që nuk arrin ta shohë këtë është e dënuar të humbas humanizmin e saj. Fjalët e tij jehuan në ambientin e sofistikuar të dyqanit të veshjeve për meshkuj si një kujtesë e pakëndshme se, përtej vitrinave të shndritshme dhe çmimeve marramendëse, ekzistonte një botë reale, e përbërë nga njerëz real me dhimbje dhe nevoja reale. Robert doli duke mbajtur Jonën, e cila tani ishte kapur pas qafës së tij me një besim që nuk e kishte treguar prej kohësh. Në makinë, ndërsa përshkonin Tiranën drejt spitalit, Robert shikonte nga dritarja rrugët e lagura dhe njerëzit që vraponin nën shiun që më në fund filloi të paksohej. Mendonte se si jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht në më pak se 2 orë. Në mëngjes, ai ishte vetëm një njeri i pasur që kryente rutinën e tij të blerjeve në dyqane luksi. Tani, ishte dikush që kishte një përgjegjësi reale, një qëllim që shkonte përtej grumbullimit të zerove të tjera në llogarinë e tij bankare. Jona, e mbështetur në shpatullën e tij, më në fund kishte pushuar së dridhuri. Ajo shikonte nga dritarja me një shprehje lehtësimi të përzier me shqetësim, e etur për të parë nënën, por gjithashtu duke u ndier çuditërisht e sigurt në krahët e atij njeriu që disa orë më parë ishte një i panjohur i plodh. Kishte diçka tek ai që e bënte të ndjente se, ndoshta për herë të parë pas shumë kohësh, dikush vërtet interesohej se çfarë do të ndodhte me të dhe nënën e saj. Ndërsa makina përparonte në trafikun ende të bllokuar të kryeqytetit, as Robert as Jonah nuk e imagjinonin se ky ishte vetëm fillimi i një udhëtimi që do të transformonte jo vetëm jetët e tyre, por gjithashtu do të zbulonte sekrete të varrosura, do të zgjonte armiq të rrezikshëm dhe do të testonte kufijtë e asaj që do të thotë të formosh një familje kur gjaku nuk është e vetmja lidhje që ka rëndësi. Stuhia jashtë po kalonte, por brenda asaj historie që po fillonte të shpalosej, stuhi të tjera shumë më intensive sapo kishin filluar të formoheshin në horizon. Spitali ku ishte dërguar Dita ndodhej në periferi të Tiranës, një njësi publike që shërbente mijëra njerëz çdo ditë dhe që, pavarësisht përpjekjeve të përkushtuara të profesionistëve, luftonte vazhdimisht kundër mungesës së burimeve, mbi popullimit dhe kufizimeve të një sistemi shëndetësor të mbingarkuar. Kur Robert arriti me Jonën në krah, i shoqëruar nga Marceli, pamja që gjetën ishte dëshpëruese. Korridore plot me barela të improvizuara, familje të tëra të ulura në dysheme duke pritur lajme për të dashurit e tyre, era karakteristike e dezinfektantit e përzier me ankthin e prekshëm që rrinte pezull në ajër. Robert ndjeu një shtrëngim në gjoks kur pa atë. Ai kishte kaluar dekada të jetës së tij plotësisht i izoluar nga ky realitet. Spitalet e tij ishin klinika private me dhoma që dukeshin si suita hoteli, ku mjek të njohur shërbenin me orar të caktuar dhe çdo pacient merrte vëmendje të individualizuar. Të shihte atë turm njerëzisht të dëshpëruar, shumë prej tyre qartësisht në situata urgjente, duke pritur me orë të tëra vetëm për t'u vizituar, ishte një shok që e bëri të vinte në dyshim shumë nga siguritë që kishte për botën në të cilën jetonte. Jona u kap edhe më fort pas qafës së tij kur pa gjithë atë lëvizje. Ajo ishte e frikësuar, e hutuar, dhe e vetmja gjë që donte ishte të gjente nënën e saj. Robert kërkoi recepsionin dhe, kur më në fund arriti të fliste me një recepcioniste dukshëm të mbingarkuar, i shpjegoi se po kërkonte Aferdita Santos, e cila ishte paraqitur atë mëngjes.
Recepcionistja shtypi emrin në kompjuter, kontrolloi disa informacione dhe e informoi se pacientja ishte në katin e tretë, në pavionin e vëzhgimit, shtrati 23. Ngjitja në katin e tretë ishte një udhëtim ankthi. Ashensori ishte prishur, kështu që duhej të përdornin shkallët duke kaluar pranë njerëzve të ulur në shkallë, infermierëve që vraponin sa andej këtej dhe jehonës së rënkimeve dhe qarjeve që vinin nga drejtime të ndryshme. Kur më në fund arritën në katin e tretë, Robertit ju desh të negocionte me infermieren përgjegjëse të sektorit, një grua në moshë të mesme me shprehje të lodhur por të dhëmbshur, për të lejuar Jonën të hynte për të parë nënën jashtë orarit të vizitave. Infermierja, kur pa gjendjen emocionale të fëmijës, bëri një përjashtim. Shtrati 23 ishte i ndarë nga të tjerët vetëm me një perde të hollë plastike jeshile. Kur Robert e largoi perden me delikatesë, Jona pa nënën e saj të shtrirë në një krevat të ngushtë, të lidhur me disa monitor dhe me një qese serumi të varur anash. Dita ishte 32 vjeç, por dukej më e vjetër. Fytyra e saj ishte e zbeth, me shenja të thella lodhje nën sy, flokët e zinj të çrregull të shpërndarë mbi jashtëkun e hollë. Megjithatë, kur dëgjoi zërin e së bijës, sytë e saj u hapën menjëherë dhe u mbushën me lodh. Jona vrapoi në krahët e nënës dhe të dyja u përqafuan me një intensitet që ja theu zemrën Robertit. Dita i përkëdhelte flokët së bijës, përshpëriste fjalë lehtësimi të përziera me shqetësim, e pyeste ku kishte qenë, si kishte ardhur deri aty, nëse ishte lënduar, nëse dikush i kishte bërë diçka. Jona, mes dënesave, përpiqej t'i shpjegonte gjithçka në të njëjtën kohë, arratisjen e saj nga shkolla, si humbi në shi, si hyri në dyqan dhe si ai burr e ndihmoi. Ishte atëherë që Dita më në fund vuri re praninë e Robertit, i cili qëndronte diskretisht pranë hyrjes, duke i lënë hapësirë i bashkimit mes nënës dhe bijës. Sytë e saj u zgurdulluan kur e pa, dhe një shprehje konfuzioni e përzier me mirënjohje i pushtoi fytyrën. Robert u prezantua thjesht, vetëm si Robert, dhe i shpjegoi shkurtimisht se si e kishte gjetur Jonën, gjendjen në të cilën ishte, dhe si kishte marrë lirinë ta sillte deri aty që të mund të ribashkoheshin. Dita u përpoq të ulej në krevat, por një marramendje e bëri të lëkundej. Robert u afrua shpejt dhe e ndihmoi të mbështetej më mirë pas jastëkëve. Ajo e falenderoi disa herë, me zërin që i dridhej, duke thënë se nuk dinte si t'ia shpërblente gjithë atë mirësi, se kur nuk do ta imagjinonte se dikush do të bënte kaq shumë për të. Robert u përgjigj se nuk ishte e nevojshme të falenderonte, se çdo njeri me një minimum humanizmi do të kishte bërë të njëjtën gjë, megjithse të dy e dinin se kjo nuk ishte e vërtetë. Realiteti ishte se pak njerëz do të ishin ndalur për të ndihmuar një fëmijë të humbur në një dyqan luksi, e aq më pak të përfshiheshin deri në atë pikë sa ta sillnin në spital dhe të garantonin sigurinë e saj. Ishte në atë moment që një zë mashkullor, i ashpër dhe i ngarkuar me një falsitet të fshehur keq, preu ambientin. Nga ana tjetër e perdes, një burr rreth të 40-tave, i shkurtër dhe i bëshëm, me një mustaqe të trashë dhe rroba të zakonshme por të pastra, u shfaq me një shprehje habje të sforcuar. Ishte Evgjeni, kunati i Ditës, vëllai i ish burrit që kishte braktisur familjen vite më parë. Ai shikoi nga Robert te Jona dhe pastaj te Dita, me sy të përgjysmuar, qartësisht duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte aty. Evgjeni pyeti se kush ishte ai burr, çfarë po bënte aty, pse Jona ishte me të. Kishte një agresivitet të fshehur në fjalët e tij, një ton dyshimi që menjëherë e vuri Robertin në gatishmëri. Dita, dukshëm e sikletosur, shpjegoi shpejt se Robert e kishte ndihmuar Jonën kur ajo humbi, se ai ishte mjaft i sjellshëm për ta sjellë deri në spital. Evgjeni e shikoi Robertin nga kokat e këmbët, duke vlerësuar rrobat e tij të shtrenjta, qëndrimin e tij elegant dhe një shprehje përbuzjeje e përzier me zili i kaloi nëpër fytyrë. Ai tha, me një ton që përpiqej të tingëllonte mbrojtës, por që dilte si posesiv, se falenderonte për ndihmën, por që tani nuk ishte më e nevojshme, se familja do të kujdesej për gjithçka nga ai moment, se nuk donin të shqetësonin më askën. Robert e kuptoi menjëherë përpjekjen për ta larguar dhe diçka në instinktin e tij, një aftësi e zhvilluar gjatë dekadave duke u marrë me njerëz pa skrupuj në botën e biznesit, i tha se ai burr nuk ishte i besueshëm. Kishte diçka shumë të rreme në fjalët e tij, diçka të llogaritur në lëvizjet e tij. Para se Robert të mund të përgjigjej, u shfaq një figurë tjetër. Ishte Nevila, një grua rreth 35 vjeç, e dobët, me flokë të lyer biond dhe rroba që përpiqeshin të dukeshin elegante, por dështonin në ekzekutim. Ajo ishte kushërira e largët e Ditës, dikush që praktikisht ishte zhdukur nga jeta e familjes deri disa muaj më parë, kur u rishfaq papritur duke pretenduar se donte të rilidhte lidhjet familjare.
Nevila kishte një buzëqeshje të ngjitur për gjithmonë në fytyrë, nga ato buzëqeshje që nuk arrinin të syt, dhe zëri i saj ishte tepër i ëmbël për të qenë i sinqert. Ajo gjithashtu tregoi habi kur pa Robertin dhe shpejt ju bashkua Evgjenit në përpjekjen për ta përcjellë me mirësjellje. Tha se ishte shumë e sjellshme nga ana e tij që kishte ndihmuar Jonën, por që tani familja ishte aty dhe do të merrte të gjitha përgjegjësitë. Falenderoi me zell, por në një mënyrë që e bënte të qartë se e konsideronte praninë e tij si një ndërhyrje të padëshiruar. Roberti vëzhgonte të dy me vëmendje, duke vënë re tensionin që buronte prej tyre, mënyrën se si shkëmbenin vështrime të shpejta mes tyre, sikur po komunikonin diçka pa fjalë. Dita në krevat duke jashtëzakonisht e sikletosur me situatën. Ajo u përpoq të zbute tensionin, duke thënë se Robert ishte shumë i mirë pritur dhe se ajo do të donte të kishte mundësinë ta falenderonte siç duhet. Por Evgjeni ja preu fjalën duke thënë se ajo duhej të pushonte, se mjekët kishin qenë të qartë për nevojën e qetësisë, se shumë vizita nuk do të ishin të mira për shërimin e saj. Nevila ra dakord menjëherë, duke shtuar se ata tashmë kishin biseduar me mjekët dhe se do të merrnin të gjitha kujdeset e nevojshme për ditën dhe Jonën. Robert ishte gati të largohej, duke respektuar atë që dukej se ishte dëshira e familjes, kur Jona bëri diçka që ndryshoi gjithçka. Ajo u kthye nga ai, ende në krahët e nënës, dhe tha me një zë të vogël, por të vendosur se nuk donte që ai të largohej. Tha se ai ishte i vetmi person që kishte qenë vërtet i sjellshëm me të, se kishte frikë nga xhaxhi Evgjeni dhe teto Nevila, sepse ata gjithmonë thoshin gjëra që ajo nuk i kuptonte, por që e bënin nënën e saj të qante. Fjalët dolën me ndershmërinë brutale që vetëm fëmijët e kanë, pa filtra, pa politikë. Heshtja që pasoi ishte e rëndë dhe e sikletshme. Evgjeni u skuq, qartësisht i irrituar nga zbulimi i pafajshëm i Jonës. Nevila u përpoq të qeshte nervozisht, duke thënë se fëmijët gjithmonë thonë gjëra pa kuptim kur janë të lodhur dhe të frikësuar. Por Dita mbylli syt për një moment dhe kur i hapi përsëri, kishte në to një vendosmëri që nuk ishte aty më parë. Ajo shikoi Robertin dhe i kërkoi, me një zë që dridhej por që mbante sinqeritet absolut, nëse mund të qëndronte edhe pak, nëse nuk do ta kishte problem ta dëgjonte për disa minuta. Evgjeni dhe Nevila u përpoqën të protestonin, por Dita i ndërpreu me një vendosmëri befasuese për dik në gjendjen e saj. Tha se duhej të fliste me Robertin privatisht, se ishte e rëndësishme dhe se do të donte që ata t'i jepnin këtë privatësi. Të dy hezituan, por përballë këmbënguljes së Ditës dhe pranisë imponuese të Robertit, përfundimisht u tërhoqën. Dolën nga zona e shtratit me shprehje të mbyllura, por jo para se Evgjeni të thoshte se do të prisnin jashtë dhe se do të ktheheshin së shpejti, një paralajmërim i fshehtë që nuk i shpëtoi askujt. Kur më në fund mbetën vetëm, Dita shtrëngoi dorën e Jonës me forcë dhe shikoi Robertin me sy që luteshin për mirë kuptim. Ajo filloi të tregonte historinë e saj, dhe ndërsa fjalët rridhnin, enigma filloi të montohej në mendjen analitike të Robertit. Dita shpjegoi se kishte qenë e martuar me Rolandin, vëllain e Evgjenit, një njeri që ajo mendonte se e donte, por që gradualisht u tregua i papërgjegjshëm, alkoolist dhe i paaft për të mbajtur ndonjë punë për më shumë se disa muaj. Kur Gjone lindi, Rolandi u bë edhe më i largët, derisa një ditë thjesht u zhduk, duke e lënë vetëm me një foshnjë dhe pa asnjë mbështetje financiare. Për vite me radhë, Dita punoi pa u lodhur si pastruese ditore për të mbajtur vajzën. Pastronte 3, ndonjëherë 4 shtëpi në ditë, zgjohej para se të lindte dielli dhe kthehej në shtëpi kur tashmë ishte errësirë. Jona kalonte shumë orë vetëm, mësoi që herët t'ia dilte vetë, të ngrohte ushimin në mikrovalë, të bënte detyrat e shkollës pa ndihmë. Ishte një jetë e vështirë, por ato kishin njëra tjetrën dhe kjo ishte e mjaftueshme. Dita kur nuk i kërkoi ndihmë askujt, aq më pak familjes së Rolandit, e cila gjithmonë e kishte trajtuar me përbuzje për shkak të origjinës së saj të përulët. Gjithçka ndryshoi rreth 3 muaj më parë. Një teze e largët e Ditës, një zonjë që jetonte në një qytet të vogël në jug dhe me të cilën ajo kishte pak kontakt, ndroi jetë. Për habinë e të gjithëve, kjo teze la një testament në të cilin thoshte se Dita ishte një nga trashëgimtarët e saj. Nuk ishte një pasuri e madhe, por ishte një shumë e konsiderueshme për dikë në situatën e saj, një shtëpi e vogël në jug, disa kursime që arrinin në rreth 200.000 euro dhe një tokë që mund të shitej. Ishte lloji i trashëgimisë që mund të ndryshonte plotësisht jetën e dikujt si Dita, t'i lejonte të ndalonte së punuari kaq shumë, t'i jepte një arsim më të mirë Jonës, të kishte pak siguri financiare për herë të parë në jetë.
Por sapo lajmi i trashëgimisë u përhap, Evgjeni dhe Nevila, që e kishin injoruar plotësisht ditën për vite, u shfaqën papritur me buzëqeshje dhe përqafime. Thanë se donin të ndihmonin, se familja ishte e rëndësishme, se Dita nuk duhej të merrej me gjithë atë burokraci vetëm. Fillimisht Dita u gëzua, duke menduar se më në fund kishte dik nga familja që interesoi. Por shpejt kuptoi se qëllimet e tyre ishin të tjera. Ata filluan ta presionin vazhdimisht për të shitur gjithçka shpejt, për të nënshkruar dokumente që ajo mezi kishte kohë t'i lexonte, për të pranuar oferta nga blerës që ata i sillnin vetë dhe që ishin qartësisht shumë më poshtë vlerës reale të pronave. Evgjeni thoshte se ajo nuk kuptonte nga biznesi, se mund të humbiste gjithçka nëse nuk vepronte shpejt, se kishte taksa shumë të larta për të paguar. Nevila binte dakord me gjithçka, gjithmonë me atë buzëqeshje të rreme, gjithmonë duke sugjeruar se ndoshta do të ishte më mirë nëse Dita u jepte atyre një prokur për të lehtësuar gjërat. Dita, megjithse e thjesht, nuk ishte budallaqe. Ajo dyshoi për qëllimet e tyre dhe filloi të rezistonte, duke thënë se donte të kuptonte më mirë gjithçka para se të merrte ndonjë vendim. Ishte atëherë që presioni u rrit. Evgjeni dhe Nevila filluan të shfaqeshin në shtëpinë e saj pothuajse çdo ditë, ndonjëherë së bashku, ndonjëherë veçmas. Sillnin letra të reja, flisnin për afate urgjente që ishin gati të skadonin, krijonin një ndjenjë paniku të vazhdueshëm. Dita filloi të kishte dhimbje koke, pagjumësi, kriza ankthi. Stresi i të përballurit me ta ndërsa vazhdonte të punonte për të paguar faturat bazë e çoi në limitin fizik dhe emocional. Në mëngjesin e asaj nate kur u shtrua në spital, Evgjeni ishte shfaqur me më shumë dokumente, duke këmbëngulur se ajo duhej të nënshkruante menjëherë ose do të humbiste trashëgimin plotësisht. Ai i bërtiti, e quajti mosmirënjohëse, tha se po përpiqeshin ta ndihmonin dhe se ajo po tregoi kokfort dhe budallaqe. Debati ishte aq intensiv sa Dita pati një krizë, tensioni i saj u rrit rrezikshëm, ajo filloi të kishte marramendje të rënda dhe i ra të fikët pak pasi Evgjeni doli duke përplasur derën. Ishin fqinjet të alarmuar nga zhurma, që e gjetën në dysheme dhe thirrën ambulancën. Ndërsa Dita tregonte gjithë këtë, loti rrivnin në përfytyrë. Ajo tha se nuk dinte çfarë të bënte, se kishte frikë se Evgjeni dhe Nevila do të arrinin disi t'i merrnin gjithçka, se ishte e shqetësuar për të ardhmen e Jonës. Tha se nuk kishte para për të punësuar një avokat, se nuk kishte njohuri të mjaftueshme për të kuptuar të gjitha dokumentet ligjore që i paraqisnin, se ndihej plotësisht e vetme dhe e cenueshme. Robert dëgjoi gjithçka në heshtje, por mendja e tij punonte me shpejtësi maksimale. Ai e njihte atë model sjelljeje sepse kishte parë situata të ngjashme në botën e biznesit. Njerëz pa skrupuj që përfitonin nga cenueshmëria e të tjerëve, duke përdorur presion psikologjik, duke krijuar ndjenja të rreme urgjence, duke manipuluar informacionin për të arritur atë që donin. Ishte një lloj dhune e heshtur por shkatëruese, dhe ai ndjente një zemërim në rritje duke imagjinuar ata dy grabitqarë që rrethonin një grua punëtore që vetëm donte të mbronte vajzën e saj. Kur Dita mbaroi së foluri, ajo shikoi Robertin me një përzierje turpi dhe shprese. Tha se e dinte që nuk kishte të drejtë të kërkonte asgjë, se ai tashmë kishte bërë shumë më tepër se sa do të bënte çdo i huaj, por që nuk dinte kujt tjetër t'i drejtohej. Robert i mbajti dorën, një gjest që e befasoi edhe vetë për intimitetin që tregonte, dhe tha diçka që do të ndryshonte rrjedhën e të gjitha jetëve të tyre. Ai tha se ajo nuk ishte vetëm, se askush nuk meritonte të kalonte nëpër atë, veçanërisht jo një nën e përkushtuar që përpiqej të ndërtonte një të ardhme më të mirë për vajzën e saj. Tha se ai kishte burime, njohuri dhe kontakte që mund ta ndihmonin të zgjidhte atë situatë në mënyrën e duhur. Ofroi të paguante për një nga avokatët më të mirë të specializuar në të drejtën e trashëgimisë në Tiranë, dikë që mund të rishikonte të gjitha dokumentet, të mbronte interesat e Ditës dhe të garantonte se Evgjeni dhe Nevila nuk do të arrinin të përfitonin prej saj. Dita u përpoq të refuzonte, duke thënë se nuk mund të pranonte kaq shumë bujari, se nuk do të kishte si t'ia kthente. Por Robert këmbënguli, duke shpjeguar se kjo nuk ishte bamirësi, ishte drejtësi. Tha se ai kishte më shumë para se sa mund të shpenzonte në disa jetë, dhe se për herë të parë pas shumë kohësh, kishte mundësinë të përdorte burimet e tij për diçka që vërtet kishte rëndësi. Tha se të shihte Jonën në atë dyqan, të frikësuar dhe vetëm, kishte zgjuar diçka tek ai që mendonte se e kishte humbur prej kohësh, një ndjenjë qëllimi që shkonte përtej fitimit dhe grumbullimit të pasurisë. Jona, e cila kishte dëgjuar gjithë bisedën në heshtje, e përqafuar me nënën, shikoi Robertin me sy të mëdhenj dhe plot mirënjohje.
Ajo pyeti me atë pafajësi që shkrin çdo rezistencë, nëse kjo do të thoshte se ai do të ishte si një familje për to tani. Pyetja e kapi Robertin plotësisht të papërgatitur. Ai mbeti pa fjalë për një moment, duke ndjerë diçka të lëvizte në gjoksin e tij, një emocion që nuk arrinte ta emërtonte, por që ishte i fuqishëm dhe dërmues. Para se të mund të përgjigjej, perdja u hap me forcë. Evgjeni dhe Nevila ishin kthyer dhe shprehjet e tyre e bënin të qartë se kishin dëgjuar të paktën një pjesë të bisedës. Evgjeni ishte i tërbuar, fytyra e tij e kuqe dhe grushtet e shtrënguara. Nevila përpiqej të ruante qetësinë, por kishte helm në sytë e saj. Ata filluan të akuzonin Robertin se po futej aty ku nuk i takonte, se po përpiqej të përfitonte nga situata, se donte të vifte trashëgimin që me të drejtë duhej të mbetej në familje. Robert u ngrit ngadalë, duke arritur gjatësinë e tij të plotë, dhe i pa të dy me një vështrim kaq të ftohtë dhe frikësues sa ata u tërhoqën instinktivisht. Ai tha, me një zë të ulët por që priste si brisk, se e njihte shumë mirë llojin e njerëzve që ishin ata. Tha se ishte marrë me parazit si ata gjithë jetën në botën korporative, njerëz që ushqeheshin me dobësinë e të tjerëve, që përdornin lidhjet familjare si justifikim për shfrytëzim. Tha se nëse ata kishin ndonjë interes të vërtet për mirëqenien e Ditës dhe Jonës, duhet ta tregonin këtë duke respektuar vendimet e saj dhe duke ndaluar menjëherë presionin dhe manipulimet. Evgjeni, duke rimarr pak nga guximi, tha se Robert nuk dinte asgjë, se ata ishin familje dhe se kishin çdo të drejtë të merrnin pjesë në vendime. Nevila shtoi, me atë zë të ëmbël që fshinte keq kërcënimin, se ndoshta ishte më mirë për të gjithë nëse Robert nuk përfshihej në çështje që nuk i përkisnin, se ndonjëherë të huajt me qëllime të mira përfundonin duke shkaktuar më shumë probleme se sa zgjidhje. Ishte atëherë që Marceli, asistenti i Robertit që kishte qëndruar diskretisht jashtë, u shfaq me informacione që ndryshuan të gjithë dinamikën e situatës. Ai kishte përdorur kohën e pritjes për të bërë disa hetime të shpejta, diçka që Robert ja kishte kërkuar diskretisht me mesazh. Marceli informoi se kishte zbuluar se Evgjeni kishte një histori borxhesh të konsiderueshme, përfshirë hua me Fajdegjin, dhe se Nevila ishte paditur 2 herë për mashtrim në raste që përfshinin falsifikim dokumentesh dhe përvetësim të paligjshëm të trashëgimive. Të dy kishin precedent që ngrinin pyetje serioze për qëllimet e tyre të vërteta. Nëse do të ishit në vendin e Ditës, do ta kishit pranuar ndihmën e Robertit apo do të ishit përpjekur ta zgjidhnit gjithçka vetë? Na tregoni në komente. Ndikimi i këtyre zbulimeve ishte shkatërues. Dita u zbe, dora i shkoi te goja në shok. Jona nuk e kuptonte plotësisht se çfarë po ndodhte, por e ndjente tensionin që mbushte ajrin. Evgjeni dhe Nevila mbetën të paralizuar, maskat e tyre të shqetësimit familjar u shkërmoqën plotësisht. Evgjeni u përpoq të argumentonte se ato ishin gënjeshtra, se dikush po përpiqej t'i shpifte, por zëri i tij dështonte dhe gjua e tij e trupit e tradhtonte. Robert tha se nuk donte të krijonte një skenë në spital, se i respektonte shumë profesionistët që punonin aty dhe pacientët e tjerë që kishin nevojë për qetësi. Por e bëri absolutisht të qartë se nga ai moment çdo përpjekje e Evgjenit dhe Nevilës për të bërë presion, manipuluar apo kërcënuar Ditën do të trajtohej me të gjitha mjetet ligjore në dispozicion. Tha se tashmë kishte udhëzuar avokatët e tij të përgatisnin një urdhër mbrojtjeje nëse ishte e nevojshme, dhe se nuk do të hezitonte t'i bënte publike të gjitha informacionet mbi historitë kriminale dhe borxhet e të dyve nëse ata nuk tërhiqeshin menjëherë. Kërcënimi ishte i qartë dhe Robert kishte burimet për ta përmbushur. Evgjeni dhe Nevila e dinin këtë. Ata shkëmbyen vështrime të shpejta, një komunikim i heshtur i ngarkuar me zemërim dhe frustrim. Nevila provoi një lëvizje të fundit duke ju kthyer Ditës dhe duke apeluar emocionalisht, duke thënë se ishin familje, se gjaku ishte më i rëndësishëm se parat, se ajo nuk duhej t'u besonte të huajve. Por Dita, e forcuar nga prania e Robertit dhe nga zbulimi i së vërtetës për ata që thoshin se shqetësoheshin për të, gjeti një guxim që nuk e dinte se e posedonte. Ajo tha, me një zë që dridhej por që nuk lëkundej, se donte që ata të largoheshin. Tha se nuk donte t'i shite më, se të gjitha komunikimet e ardhshme për trashëgimin do të bëheshin përmes avokatëve. Tha se ata kishin humbur çdo të drejtë të quheshin familje kur zgjodhen të vinin lakmin mbi dëmshurinë. Fjalët e saj ishin të thjeshta, por mbanin peshën e viteve të shfrytëzimit dhe mos respektit që më në fund po konfrontoheshin. Evgjeni dhe Nevila nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të largoheshin.
Ata e bën këtë duke hedhur vështrime helmuese si ndaj ditës ashtu edhe ndaj Robertit, duke premtuar në heshtje se kjo nuk kishte mbaruar. Por për momentin, ata ishin të mundur, maskat e tyre të grisura dhe qëllimet e tyre të vërteta të ekspozuara para të gjithëve. Kur më në fund dolën, një heshtje e lehtësuar por e raskapitur pushtoi hapësirën e vogël rreth shtratit. Dita filloi të qante, por ishin lot lehtësimi të përzier me mirënjohje. Ajo e falenderoi Robertin vazhdimisht, duke e quajtur një engjëll të dërguar nga Zoti, një mrekulli që u shfaq kur ajo kishte më shumë nevojë. Robert, i sikletosur nga një devotshmëri e tillë, u përpoq të minimizonte veprimin e tij, por e dinte thellë se ajo ditë kishte qenë një pikë kthese jo vetëm për ditën dhe Jonën, por edhe për vetë atë. Ai kishte jetuar dekada në një botë luksi dhe pushteti, ku çdo vendim llogaritej për të maksimizuar fitimet dhe minimizuar rreziqet. Por atë ditë, për herë të parë pas shumë kohësh, ai kishte marrë një vendim të bazuar thjesht në empati dhe drejtësi. Dhe ndjenja që kjo i solli ishte më shpërblyese se çdo biznes i suksesshëm, më e kënaqshme se çdo numër shtesë në llogarinë e tij bankare. Ndërsa nata binte mbi Tiranë dhe dritat e qytetit filluan të ndizeshin jashtë, Robert u ul në një karrige pranë shtratit të ditës, me Jonën që flinte në prerin e tij, dhe kuptoi se jeta e tij kishte ndryshuar në mënyrë të pakthyeshme. Ai kishte hyrë atë ditë si një njeri i vetmuar në kërkim të një kostumi të ri. Po dilte si dikush me një përgjegjësi reale, me njerëz që vareshin prej tij, me një qëllim që shkonte shumë përtej vetes. Dhe megjithse nuk i dinte ende të gjitha sfidat që do të vinin, të gjitha betejat që do të duhej të luftonte për të mbrojtur atë familje të vogël që kishte adoptuar, një gjë ishte e sigurt. Ai kurrë më nuk do të ishte i njëjti njeri që ishte kur u zgjua atë mëngjes me shi të dimrit Tiranas. Javët që pasuan atë takim në spital sollën ndryshime të thella në jetën e të gjithë të përfshirëve. Robert e kishte mbajtur premtimin dhe kishte punësuar dër Beatrice Mema, një nga avokatet më të respektuara të Tiranës kur bëhej fjalë për të drejtën e trashëgimisë dhe mbrojtjen e pasurisë. Beatricia ishte një grua 50 vjeçare, me flokë të shkurtër e të thinjur, syze me skelet modern dhe një reputacion se ishte e pamëshirshme kur mbronte klientët e saj. Në vetëm 2 javë, ajo kishte arritur të çmontonte plotësisht përpjekjet e Evgjenit dhe Nevilës për të përvetësuar trashëgiminë e ditës. Dokumentet që ata i kishin bërë presion ditës të nënshkruante u analizuan me hollësi dhe u zbuluan se ishin kurthe juridike të përpunuara për të transferuar një pjesë të madhe të pasurive në llogari të kontrolluara prej tyre, nën pretekste të rreme të tarifave administrative dhe pagesave të borxheve inekzistente. Beatricia arriti të kthente gjithçka mbrapsht, të garantonte që vlerat e vërteta të pronave të përcaktoheshin përmes vlerësimeve të pavarura dhe të niste procese kundër Evgjenit dhe Nevilës për tentativë mashtrimi dhe shtrëngim. Mesazhi ishte i qartë, ata të dy nuk do t'i afroheshin më ditës dhe Jonës pa u përballur me pasoja të rënda ligjore. Dita kishte dalë nga spitali pas një jave shtrimi dhe ndjekjeje mjekësore. Mjekët diagnostikuan se kriza e saj kishte qenë rezultat i stresit ekstrem të kombinuar me hipertension të patrajtuar. Robert, në mënyrë diskrete, organizoi që ajo të ndiqej nga një kardiolog privat dhe garantoi që të kishte akses në të gjitha medikamentet e nevojshme. Kur Dita u përpoq të refuzonte, duke thënë se tashmë po merrte ndihmë të tepërt, Robert ishte i palëkundur. Tha se nuk ishte opsionale, se shëndeti i saj ishte themelor për Jonën, dhe se ai nuk do të lejonte që krenaria të vinte në rrezik mirëqenien e asnjërs prej tyre. Marrëdhënia mes Robertit dhe asaj familjeje të vogël u bë diçka që askush, përfshirë edhe vetë atë, nuk e kishte parashikuar. Ai filloi duke vizituar spitalin çdo ditë, gjithmonë duke sjellë diçka për Jonën, një libër për t'u ngjyrosur, një lodër të thjeshtë, çokolata. Vajza ishte lidhur me të në një mënyrë që ishte njëkohësisht prekse dhe frikësuese për Robertin, i cili kurrë nuk kishte pasur fëmijë dhe nuk dinte mirë si të përballej me atë besim absolut që ajo i jepte. Jona e quante Xhaxhi Robert, dhe sa herë që ai arrinte, fytyra e saj ndriçohej me një buzëqeshje që ia shtrëngonte zemrën në një mënyrë që ai nuk arrinte ta shpjegonte. Kur Dita doli nga spitali dhe u kthye në shtëpinë e saj në kombinat, Robert këmbënguli t'i vizitonte. Hera e parë që arriti në atë komunitet ishte një shok për të. Rrugët e ngushta dhe të pasfaltuara, shtëpitë e vogla të ngjitura me njëra tjetrën, fëmijët që luanin zbathur në terrene të pabanuara, zhurma e vazhdueshme e muzikës së lartë që vinte nga drejtime të ndryshme. Era e ushqimit që përgatitej e përzier me ujërat e zeza që rridhnin hapur në disa pjesë. Ishte një Shqipëri që ai e dinte se ekzistonte, por nga e cila ishte mbajtur me kujdes i izoluar gjatë gjithë jetës së tij të privilegjuar.
Shtëpia e ditës ishte e vogël, 2 dhoma të vogla dhe një banjo e ngushtë. Muret kishin njolla lagështje, tavani paraqiste çarje, mobiljet ishin të vjetra dhe të arnuara shumë herë. Por ishte e pastër, e organizuar me kujdesin maksimal të mundshëm, dhe kishte një ngrohtësi njerëzore aty që vilat e Robertit kur nuk e kishin pasur. Dita u ndje dukshëm në siklet kur ai hyri, duke kërkuar falje për madhësinë e shtëpisë, për varfërinë e vendit. Robert, megjithatë, u ul në divanin e vjetër sikur të ishte në dhomën e tij të ndenjes dhe tha se vlera e një shtëpie nuk ishte te mobiljet apo madhësia, por te njerëzit që jetonin në të dhe dashuria që ndanin. Ishte gjatë këtyre vizitave që Robert filloi ta njihte ditën jo vetëm si një viktim që duhej mbrojtur, por si një grua të fortë, inteligjente dhe plot dinjitet pavarësisht të gjitha vështirësive që kishte hasur. Ajo fliste për ëndrat e saj për Jonën, se si donte që vajza të studionte, të kishte mundësi që ajo kur nuk i kishte pasur, të njihte një botë përtej atyre rrugëve të ngushta. Fliste për punën e saj si pastruese ditore, për shtëpitë që pastronte, se si ndonjëherë trajtohej si e padukshme nga njerëzit për të cilët punonte, por se si kishte mësuar të mbante kokën lart dhe dinjitetin të paprekur. Robert, nga ana e tij, filloi të hapej në një mënyrë që e befasoi edhe vetë. Tregoi për fëmijërinë e tij, diçka që rrallë e ndante me dikë. Tha se megjithse kishte lindur në një familje të pasur, babai i tij ishte një njeri i ftohtë dhe i largët, i fiksuar pas bizneseve dhe plotësisht mungues emocionalisht. Nëna e tij, e ardhur nga një familje tradicionale por e falimentuar, ishte martuar për Leverdi dhe i kalonte ditët në festa e evente sociale, duke kërkuar vlerësim në qarqet e shoqërisë së lartë. Robert u rrit i rrethuar nga luksi por i uritur për afeksion, i rritur nga shërbëtore që ndryshonin vazhdimisht, i dërguar në konvikte të shtrenjta ku mësoi që herët të ndërtonte mure emocionale për t'u mbrojtur. Ai tregoi se martesa e tij, shumë vite më parë, kishte qenë po aq e zbrazët. U martua me Patrician, një grua të së njëjtës klasë shoqërore, e bukur dhe e edukuar, por që shihte tek ai vetëm mbiemrin dhe llogarinë bankare. Ata jetuan së bashku për 8 vjet si të huaj të sjellshëm që ndanin të njëjtën adresë. Kur ajo kërkoi divorcin për t'u martuar me një biznesmen edhe më të pasur, Robert i nënshkroi letrat pa hezituar, duke ndjerë vetëm lehtësim. Që atëherë ju përkushtua ekskluzivisht bizneseve, duke ndërtuar një perandori por duke jetuar në një vetmi që ai mezi ja pranonte vetes. Dita dëgjoi gjithçka me vëmendje dhe kur ai mbaroi, tha diçka që mbeti e gdhendur në mendjen e Robertit. Tha se ndonjëherë njerëzit më të pasur të botës ishin më të varfrit aty ku vërtet kishte rëndësi, në zemër dhe në shpirt. Tha se ajo mund të mos kishte para, por kishte Jonën, kishte fëmijë që ndihmonin njëri tjetrin, kishte një jetë të vështirë por reale, me ndjenja të vërteta dhe lidhje të sinqerta. Fjalët e saj nuk kishin gjykim, vetëm një mençuri të thjeshtë që vinte nga dikush që kishte provuar të dyja anët e medaljes së dinjitetit njerëzor. Ishte në këtë kontekst të afërsisë në rritje që lindën thashë themet dhe problemet e para. Në kompaninë e Robertit, Cavalieri Holdings, ortakët dhe drejtuesit e tij filluan të vëre ndryshime në sjelljen e tij. Ai ishte më pak i pranishëm në mbledhje, shpesh duke u larguar më herët nga zyra, duke anuluar takime të rëndësishme për të kaluar kohë me Ditën dhe Jonën. Asistenti i tij Marceli përpiqej të menaxhonte situatën sa më mirë që të ishte e mundur, por pyetjet ishin të pashmangshme. Ricard Spahiu, zëvendës presidenti i holdingut dhe një nga ortakët kryesor, një burr 45 vjeç i njohur për ambicien e tij të pangopur dhe mungesën e skrupujve, filloi të bënte pyetje. E pyeti Marcelin se çfarë po ndodhte me Robertin, pse dukej kaq i shpërqendruar, nëse kishte ndonjë problem shëndetësor që duhej ta dinin. Marceli, besnik ndaj Robertit, i mbajti informacione të paqarta, duke thënë vetëm se shefi po merrej me çështje personale të rëndësishme. Por Ricardi nuk mashtrohej lehtë dhe filloi të hetonte vetë. Ishte përmes një detektivi privat që Ricardi zbuloi për përfshirjen e Robertit me Ditën dhe Jonën. Fillimisht u hutua, pastaj u intrigua dhe më në fund pa një mundësi. Ricardi kishte kaluar vite duke u përpjekur të rriste pjesëmarrjen e tij në kompani, por Robert gjithmonë kishte mbajtur kontroll të hekurt mbi të gjitha vendimet e rëndësishme. Nëse arrinte disi ta destabilizonte Robertin, ndoshta duke përdorur këtë situatë të pazakontë për ta vënë në dyshim para këshillit, mund të arrinte më në fund të merrte më shumë pushtet. Ricardi filloi në mënyrë diskrete të mbillte dyshime midis drejtuesve dhe këshilltarëve të tjerë. Komentonte në mbledhje se si Robert dukej se nuk e kishte mendjen në vend, se si vendime të rëndësishme po shtyeshin, se si kjo mund të ndikonte negativisht në biznese.
Sugjeronte me shqetësim të rrem se ndoshta Robert po kalonte ndonjë lloj krize, se ndoshta duhej të merrte një leje, se dikush duhej të merrte përsipër përkohësisht për të garantuar stabilitetin e kompanisë. Farat e përçarjes u mbollën, por Robert, i zhytur në qëllimin e tij të ri, fillimisht nuk e vuri re komplotin që po formohej rreth tij. Ai ishte i përqendruar në garantimin që Dita dhe Jona të ishin të sigurta, që trashëgimia të mbrojej siç duhet, që Evgjeni dhe Nevila të mos arrinin të shkaktonin më probleme. Po zbulonte një lumturi që kur nuk e kishte provuar, një ndjenjë se ishte i nevojshëm, se bënte një ndryshim real në jetën e njerëzve që interesoheshin për të jo për paratë e tij, por për atë që ishte. Jona ishte bërë pika më e ndritshme në jetën e tij. Ai e çonte në shëtitje që ajo kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme, kopshtin zoologjik, ku ajo mbeti e mahnitur duke parë kafshët që i njihte vetëm nga librat, akuariumin, ku kaloi orë të tëra e ngjitur pas xhamave duke vëzhguar peshqit me ngjyra, një librari ku ai tha se mund të zgjidhte sa libra të donte, dhe ajo zgjodhi vetëm 3 sepse mendonte se po kërkonte shumë. Çdo moment me të ishte një zbulim mbi pastërtinë e gëzimit fëmijëror, se si gjërat më të thjeshta mund të gjeneronin ndjenjat më intensive. Ishte gjatë një prej këtyre shëtitjeve, në një park publik ku Jona luante në këndin e lojrave ndërsa Robert dhe Dita bisedonin në një stol aty pranë, që diçka ndryshoi mes tyre. Dita po fliste për planet e saj të ardhshme, se si me trashëgimin më në fund të zgjidhur, ajo mund të hapte ndoshta një biznes të vogël, diçka të lidhur me pastrimin por si pronare dhe jo si punonjëse, se si mund t'i jepte stabilitet Jonës. Ajo ishte e emocionuar, syt i shkëlqenin me shpresë të rinovuar, dhe Robert e gjeti veten duke vëzhguar jo vetëm fjalët e saj, por fytyrën e saj, mënyrën se si buzëqeshja e saj e transformonte plotësisht shprehjen e saj, bukurinë natyrale që ashpërsia e jetës nuk kishte arritur ta fshinte. Dita e vuri re vështrimin e tij dhe u ndje papritur e ndrojtur, duke pyetur nëse kishte diçka që nuk shkonte. Robert tha jo, se ishte thjesht i lumtur që e shihte ashtu, të lumtur dhe plot plane. Pati një moment heshtjeje të ngarkuar me diçka që asnjëri prej tyre nuk ishte gati ta emërtonte, një tërheqje që shkonte përtej mirënjohjes apo dëmshurisë, por që të dy e dinin se ishte shumë e komplikuar për t'u njohur thjesht. Ata vinin nga botë krejtësisht të ndryshme, jetët e tyre ishin të papajtueshme në pothuajse çdo aspekt praktik, dhe megjithatë, kishte një lidhje të sinqertë që rritej çdo ditë. Ishte në këtë kohë që Evgjeni dhe Nevila, të tërbuar nga humbja e tyre ligjore dhe financiare, vendosën të kundërsulmonin në një mënyrë tjetër. Nëse nuk mund ta merrnin trashëgimin, mund të paktën të shkaktonin probleme dhe ndoshta të gjenin një mënyrë tjetër për të përfituar nga situata. Ata filluan të përhapnin thashë theme në komunitetin ku jetonte Dita, duke thënë se ajo ishte shitur një burr i të pasur, se po përdorte vajzën për të marrë para, se kishte braktisur klasën dhe rënjet e saj. Thashë themet ishin mizore dhe plotësisht të rreme, por disa fqinj, të shtyrë nga zilia apo thjesht keqtashja, filluan të besonin dhe t'i përhapnin edhe më shumë. Dita filloi të vërente vështrime të çuditshme kur dilte nga shtëpia, përshpërima që ndalonin kur ajo afrohej. Një fqinje me të cilën gjithmonë kishte pasur marrëdhënie të mira arriti ta konfrontonte drejt për drejt, duke e pyetur nëse ishte e vërtetë se kishte gjetur një burr të pasur për ta mbajtur. Dita u përpoq të shpjegonte të vërtetën, por kuptoi se disa njerëz tashmë kishin vendosur të besonin versionin që ishte më skandaloz, më dramatik. Dhimbja e asaj tradhtie komunitare ishte e thellë, sepse ata ishin njerëz me të cilët ajo kishte ndarë vite të jetës së saj, me të cilët kishte ndarë vështirësi dhe gëzime të vogla. Kur Robert mësoi për thashë themet, u tërbua. Donte t'i konfrontonte Evgjenin dhe Nevilën ligjërisht, t'i padiste për shpifje, t'i bënte të paguanin për çdo gënjeshtër që përhapën. Por Dita e ndaloi, duke thënë se kjo vetëm do t'i përkeqësonte gjërat, se do t'u jepte më shumë lëndë djegëse thashë themeve. Ajo tha se e vërteta përfundimisht do të dilte në shesh, se njerëzit që vërtet kishin rëndësi e dinin karakterin e saj. Por Robert mund ta shihte dhimbjen në sytë e saj, mënyrën se si ato gënjeshtra e preknin thellë. Ishte atëherë që Robert mori një vendim që i befasoi të gjithë. Ai i ofroi Ditës që ajo dhe Jona të transferoheshin në një shtëpi që ai zotëronte në një lagje më të mirë, një pronë e vogël por e rehatshme që ishte bosh prej muajsh. Tha se nuk ishte bamirësi, se ajo mund të paguante një qira simbolike nëse kjo e bënte të ndihej më mirë, por që nuk kishte kuptim që ato të vazhdonin në një vend ku po gjykoheshin dhe keq trajtoheshin. Tha se Jona meritonte të rritej në një mjedis të sigurt, ku mund të luante pa rrezik, ku Dita nuk duhej të shqetësohej për sigurinë e tyre çdo natë. Dita ishte e dyzuar.
Nga njëra anë, oferta ishte joshëse, do të thoshte një përmirësim i madh në cilësinë e jetës së tyre. Nga ana tjetër, kishte frikë se çfarë do të thoshin njerëzit, se si do të interpretohej kjo, se mos po krijonte një varësi nga Robert që mund të ishte e dëmshme në afat të gjallë. Ajo i shprehu shqetësimet e saj sinqerisht dhe Robert i dëgjoi me respekt. Ai tha se i kuptonte frikërat e saj, por se kishte mësuar diçka në javët e fundit, se jeta ishte shumë e shkurtër për t'u jetuar duke u shqetësuar tepër për gjykimin e njerëzve që nuk e dinin të vërtetën, se mirëqenia e Jonës duhej të ishte prioriteti absolut dhe se ai po ofronte ndihmë të sinqertë nga dikush që interesohej, jo si një i fuqishëm që ndihmon një nevojtare, por si miq që ndihmojnë njëri tjetrin. Fjala miq mbeti pezull në ajër dhe të dy e dinin se po bëhej e papërshtatshme për të përshkruar atë që ndjenin për njëri tjetrin, por gjithashtu e dinin se njoja e kësaj do të hapte një sër komplikimesh me të cilat asnjëri prej tyre nuk ishte gati të përballej. Kështu që e lanë fjalën aty, të pamjaftueshme por të sigurt, një barierë e përkohshme kundër ndjenjave që rriteshin përtej kontrollit. Ndërkohë, në Cavalieri Holdings, komploti i Ricard Spahiut fitonte forcë. Ai kishte arritur të binte 3 nga 7 anëtarët e këshillit se kishte probleme serioze me menaxhimin e Robertit, se ai po neglizhonte përgjegjësitë e tij, se kompania ishte në rrezik. Kishte caktuar një mbledhje të jashtëzakonshme të këshillit për të diskutuar çështjen, pa e informuar Robertin siç duhet për natyrën e vërtetë të agjendës. Ishte një prit klasike korporative, lloji i manovrës politike që ndodhte në sallat e mbledhjeve të kompanive në mbar botën kur ambicia dhe oportunizmi takoheshin. Marceli e zbuloi planin vetëm një ditë para mbledhjes, përmes një sekretarie besnike që dëgjoi biseda që nuk duhej. Ai menjëherë e informoi Robertin, i cili fillimisht mbeti i pabesueshëm. Pastaj erdhi zemërimi, i ndjekur nga një vendosmëri e ftohtë. Robert e kishte ndërtuar atë kompani nga e para, duke transformuar një trashëgimi tashmë të konsiderueshme në një perandori multimiliardere. Ai nuk do të lejonte që Ricardi apo ndonjë përfitues tjetër të merrte atë që ishte e tij, veçanërisht jo duke përdorur humanizmin e tij të rinovuar si armë kundër tij. Në mbrëmjen para mbledhjes së këshillit, Robert pati një bisedë të gjatë me Ditën. Ai i shpjegoi situatën, se si e kishte nënvlerësuar keqdashjen e njerëzve që mendonte se i njihte, se si përfshirja e tij me të dhe Jonën po përdorej për ta vënë në dyshim profesionalisht. Tha se do të duhej të luftonte, se do të duhej të provonte se mund të balanconte jetën e tij personale dhe përgjegjësitë profesionale, se betejë do të ishte e vështirë por e nevojshme. Dita dëgjoi gjithçka dhe pastaj i mori duar. Tha se nëse ai duhej të largohej prej tyre për të mbrojtur atë që kishte ndërtuar, ajo do ta kuptonte. Tha se tashmë ishin jashtëzakonisht mirënjohëse për gjithçka që ai kishte bërë, se do të mbjetonin nëse ai duhej të kthehej plotësisht në botën e tij. Por Robert tundi kokën me vendosmëri. Tha se për vite kishte jetuar vetëm për biznesin, duke grumbulluar pasuri dhe pushtet, por duke humbur humanizmin e tij në proces. Tha se njoja me Ditën dhe Jonën i kishte kthyer diçka që ai as nuk e dinte se e kishte humbur, dhe se nuk ishte i gatshëm të hiqte dorë nga kjo, as për Ricard Spahiun dhe as për askën tjetër. Ai tha se do të luftonte, jo vetëm për kompaninë, por për të drejtën për të jetuar një jetë të plotë, një jetë që përfshinte si suksesin profesional ashtu edhe lidhjet reale njerëzore. Tha se ishte i lodhur duke jetuar në një botë ku vlera matej vetëm me fitime dhe humbje, ku marrëdhëniet ishin vetëm transaksione dhe ku ndjenjat shiheshin si dobësi. Tha se do t'i tregonte Ricardit dhe të gjithë të tjerëve se ishte e mundur të ishe i suksesshëm në biznes dhe prapse të kishe një zemër, se të dyja gjërat nuk ishin reciprokisht përjashtuese. Dita buzëqeshi dhe kishte krenari në atë buzëqeshje. Tha se besonte tek ai, se e dinte që ai ishte mjaft i fortë për të përballuar çdo betejë. Tha se ato do të ishin aty duke bërë tifo për të gatshme ta mbështesnin në çfarëdo mënyre që mundeshin. Dhe në atë moment, ulur në dhomën e vogël të shtëpisë modeste, të rrethuar nga thjeshtësia dhe ndeshmëria e atij ambienti, Robert u ndje më i fortë dhe më i përgatitur se sa po të ishte në zyrën e tij luksoze i rrethuar nga këshilltar të shtrenjtë. Stuhia po formohej në fronte të shumta. Evgjeni dhe Nevila vazhdonin të thurnin plane për t'u hakmarrë dhe për të përfituar nga situata. Ricard Spahiu përgatiste lëvizjen e tij të fundit për të marrë kontrollin e kompanisë. Thashethemet në komunitet vazhdonin të helmonin reputacionin e Ditës. Dhe në mes të gjithë kësaj, 3 njerëz, Robert, Dita dhe Jona, përpiqeshin të ndërtonin diçka të sinqertë dhe të vlefshme në një botë që dukej e vendosur të shkatëronte çdo gjë që i ngjante mirësisë së painteresuar.
Por nëse kishte diçka që ato javë të fundit i kishin mësuar Robertit, ishte se betejat më të rëndësishme nuk luftoheshin në sallat e mbledhjeve apo në dokumente ligjore. Ato luftoheshin në zemër, në vendosmërinë për të mbrojtur ata që duam, në guximin për të zgjedhur humanizmin në vend të leverdisë. Dhe ai ishte gati t'i luftonte të gjitha, pavarësisht se sa kundërshtar do të shfaqeshin në rrugë. Nata binte mbi Tiranë dhe me të vinin premtime për zbulime, konfrontime dhe vendime që do të ndryshonin fatin e të gjithë të përfshirëve në mënyra që askush ende nuk mund t'i parashikonte plotësisht. Salla e mbledhjeve në katin e 23 të Cavalieri Holdings ishte e ngarkuar me një tension pothuajse të prekshëm kur Robert hyri saktësisht në orën 9 të mëngjesit. Ai kishte veshur një nga kostumet e tij më të përsosura, një blu të errët që transmetonte autoritet absolut dhe shpreha e tij ishte e një qetësie akullnajore që të gjithë ata që e njihnin e dinin se ishte më e rrezikshme se çdo shfaqje zemërimi. 7 anëtarët e këshillit ishin tashmë të ulur rreth tryezës së madhe prej drurit të kuqëremd, dhe heshtja që u bë kur ai hyri ishte shurdhuese. Ricard Spahiu ishte në krye të tryezës, me një buzëqeshje vetbesimi që mezi arrinte të fshinte kënaqësinë e tij të parakohshme. Pranë tij ishin 3 aleatët e tij, Mario Furtado, një investitor që gjithmonë e kishte pasur inat ndikimin e Robertit, Helena Cardoso, një biznesmene që shihte në situatë një mundësi për të zgjeruar rrjetin e saj të ndikimit, dhe Gjergj Tavares, një avokat korporativ, besnikëria e të cilit gjithmonë kishte qenë e dyshim. 3 anëtarët e tjerë të këshillit mbanin shprehje neutrale, qartësisht duke pritur të shihnin se si do të zhvillohej situata para se të zgjidhnin anë. Robert u ul qetësisht në karrigen e tij, kryqëzoi gishtat mbi tryezë dhe priti. Ricardi, i etur për të marrë kontrollin e narrativës, pastroi fytin dhe filloi të fliste. Tha se ajo mbledhje ishte thirrur sepse kishte shqetësime legjitime për menaxhimin e fundit të kompanisë, për vendime që po shtyheshin, për mungesën e shpeshtë të presidentit në mbledhje vendimtare, për thashetheme të përfshirjeve personale që mund të komprometonin gjykimin e tij dhe, rrjedhimisht, reputacionin e kompanisë. Ricardi foli për gati 15 minuta, duke ndërtuar një rast që dukej i fortë në sipërfaqe. Paraqiti statistika të mbledhjeve që Robert kishte munguar, vendime që ishin shtyr, kontrata që kishin marrë më shumë kohë se normalisht për t'u finalizuar. Ai la të kuptoi, pa e thënë drejt për drejt, se Robert po kalonte një lloj krize personale që e bënte të papërshtatshëm për të vazhduar drejtimin e kompanisë. Sugjeroi se ndoshta ishte koha për një ristrukturim administrativ, për një udhëheqje të përbashkët, për t'i dhënë më shumë fuqi këshillit për të marrë vendime të rëndësishme. Kur Ricardi më në fund mbaroi fjalimin e tij, ai shikoi Robertin me një ajër shqetësimi të rrem dhe e pyeti nëse kishte diçka për të thënë në mbrojtje të tij. Ishte atëherë që Robert buzëqeshi, dhe ajo buzëqeshje bëri që Ricardi të humbiste pak nga vetbesimi. Robert tha se po, kishte shumë gjëra për të thënë, dhe se shpresonte që të gjithë të ishin rehat sepse mbledhja do të ishte e gjallë. Ai filloi duke falendëruar Ricardin që ishte kaq transparent në ambicjet e tij. Tha se e vlerësonte kur kundërshtarët i tregonin letrat hapur sepse e lehtësonte punën për t'i çmontuar. Pastaj, në mënyrë metodike, Robert filloi të çmontonte çdo argument që Ricardi kishte paraqitur. Mbledhjet që ai kishte humbur nuk ishin vendimtare, ishin takime administrative rutinë që Marceli ishte plotësisht i aftë për ta përfaqësuar. Vendimet që ishin shtyr ishin të qëllimshme sepse ai kishte identifikuar të meta në planet origjinale që mund t'i kishin kushtuar miliona kompanisë. Kontratat që u vonuan ishin rishikuar me saktësi sepse ai zbuloi klauzola problematike që të tjerët i kishin lënë të kalonin. Por pastaj Robert shkoi më tej. Ai zbuloi se kishte kaluar natën e fundit duke rishikuar me hollësi jo vetëm historikun e tij të fundit, por edhe atë të Ricardit dhe aleatëve të tij. Paraqiti dokumente që tregonin se Ricardi kishte miratuar investime të dyshimta në kompani që kishin lidhje të drejtpërdrejta me interesat e tij personale, duke shkelur politikat e qarta të konfliktit të interesit. Tregoi se Mario Furtado ishte përpjekur të fshihte humbje të konsiderueshme në investime të këqija që ai kishte bërë kundër këshillës së Robertit. Zbuloi se Helena Cardoso kishte përdorur informacione konfidenciale të kompanisë për të përfituar bizneset e saj. Dhe ekspozoi se Gjergj Tavares kishte marrë honorare këshillimore nga kompani që ishin konkurrente të drejtpërdrejta të Cavalieri Holdings. Salla mbeti në heshtje të plotë ndërsa Robert paraqiste provë pas prove. Ricardi ishte i zbetë, 3 anëtarët e tjerë të këshillit që ishin aleat me të dukej se donin të zhdukeshin nën tryezë.
Tre antarët neutral shikonin gjithçka me shprehje shoku dhe i ndinjate në rritje. Robert e bëri të qartë se kishte gjithçka të dokumentuar, se mund të niste procese ligjore kundër të gjithë atyre, se mund t'i bënte publike të gjitha ato informacione dhe të shkatëronte plotësisht reputacionin e tyre. Por pastaj ai tha diçka që ndryshoi plotësisht tonin e mbledhjes. Tha se nuk ishte i interesuar për hakmarrje, se nuk donte të shkatëronte karriera apo jetë, por se gjithashtu nuk do të lejonte që ta vinin në dyshim pa pasoja. Tha se secili prej tyre kishte kohë deri në fund të asaj jave për të dhënë dorëheqje nga postet e tyre në kompani në mënyrë diskrete, duke ruajtur reputacionin e tyre të paprekur, ose të përballeshin me ekspozim publik dhe procese ligjore shkatëruese. Zgjedhja ishte e tyre. Ricardi u përpoq të belbëzonte një mbrojtje, por Robert i apreu me një vështrim të akull. Tha se koha e tij për të folur kishte mbaruar, se nga ai moment ai do të ishte vetëm një shembull tjetër se si ambicia pa etik çon në vetë shkatërim. Ricardi doli nga salla e mbledhjeve duke u lëkundur, i ndjekur nga tre komplotistët e tjerë. Tre antarët e këshillit që kishin mbetur neutral qëndruan dhe Robert bisedoi me ta për një orë tjetër, duke shpjeguar vizionin e tij për të ardhmen e kompanisë, duke garantuar se prania e tij e fundit, megjithse e ndryshme, nuk kishte komprometuar as pak aftësinë e tij për të udhëhequr. Kur më në fund la ndërtesën e kompanisë, Robert ndiu një peshë të madhe t'i hiqej nga supet. Ai kishte mbrojtur atë që kishte ndërtuar, por më e rëndësishmja, e kishte bërë këtë pa hequr dorë nga humanizmi i tij i sapo rigjetur. Ai nuk duhej të zgjidhte midis të qenit i suksesshëm në biznes dhe të qenit një person i denjë. Mund të ishte të dyja dhe do ta provonte këtë çdo ditë nëse ishte e nevojshme. Por ndërsa Robert fitonte betejën e tij në botën korporative, një stuj tjetër po formohej. Evgjeni dhe Nevila, të dëshpëruar dhe të tërbuar nga humbjet e tyre, kishin vendosur për një lëvizje të fundit të rrezikshme. Ata nuk mund ta merrnin trashëgimin e ditës ligjërisht, por zbuluan diçka që mendonin se mund ta përdornin si levë. Përmes hetimeve dhe bisedave të tyre me njerëz të komunitetit, zbuluan se Jona kur nuk ishte regjistruar siç duhet në gjendjen civile, kishte vetëm një regjistrim bazë lindjeje, por disa dokumente të rëndësishme mungonin ose ishin të pasakta. Ata kërkuan një avokat pa skrupuj i cili u tha se, teknikisht, duke qenë Evgjeni vëllai i babait biologjik të Jonës, ai mund të bënte një kërkesë për kujdestari duke pretenduar se Dita nuk kishte kushte të përshtatshme për të rritur fëmijën. Nuk kishte rëndësi që Rolandi, babai, kishte braktisur familjen, ose që Evgjeni kur nuk kishte treguar asnjë interes për Jonën derisa u shfaq trashëgimia. Në sistemin gjyqësor të mbingarkuar dhe plot me boshllëqe, ndonjëherë absurdi lulëzonte. Ata paraqitën kërkesën për kujdestari në një gjykatë rrethi, duke pretenduar se Dita ishte në një situatë të cenueshme, se kishte pasur probleme serioze shëndetësore, se po jetonte në ndikimin e një burri të panjohur, se Jona ishte në rrezik. Fabrikuan dëshmitar që u betuan se kishin parë situata të papërshtatshme, krijuan një rast që në letër dukej se kishte substancë. Kur njoftimi i erdhi Ditës, ajo hyri në panik absolut. Ideja e humbjes së Jonës, arsyeja e saj për të jetuar, e vetmja gjë që kishte rëndësi në jetën e saj, ishte më e tmerrshme se çdo gjë tjetër që kishte hasur ndonjëherë. Ajo i telefonoi Robertit duke qartë dëshpërimisht, mezi arrinte të formonte fjali koherente. Ai ishte në një mbledhje kur mori telefonatën, por doli menjëherë dhe shkoi drejt në shtëpinë e saj. Kur arriti, gjeti Ditën në dyshemen e dhomës së vogël, duke mbajtur letrat e njoftimit dhe duke u dridhur në mënyrë të pakontrolluar. Jona ishte pranë saj, e frikësuar dhe e hutuar, duke u përpjekur të ngushëllonte nënën, por pa e kuptuar se çfarë po ndodhte. Robert u gjunjëzua pranë tyre, mori dokumentet dhe i lexoi me vëmendje. Tërbimi që ndjeu ishte i ndryshëm nga çdo gjë që kishte provuar më parë. Nuk ishte zemërimi i ftohtë dhe i llogaritur i biznesit, ishte diçka primare, instinktive, tërbimi i dikujt që sheh ata që do të sulmohen në mënyrën më mizore të mundshme. Ai i tha Ditës se kjo nuk do të ndodhte, se ai do të lëvizte qiell e tokë për të garantuar që Jona të qëndronte aty ku i takonte, me nënën e saj. Ai menjëherë i telefonoi dër Beatrice Mema, e cila mobilizoi të gjithë ekipin e saj për të punuar në këtë rast. Por Beatricia ishte e sinqertë, tha se megjithse rasti i Evgjenit ishte i dobët dhe i bazuar në gënjeshtra, sistemi gjyqësor ishte i paparashikueshëm, veçanërisht kur përfshinte çështje të kujdestarisë së të miturve. Do të kishte një seancë dëgjimore, një gjykatës do të vendoste, dhe deri atëherë kishte rreziqe reale. Robert nuk do të pranonte të rrezikonte.
A i vendosi se ishte koha të bënte diçka që e kishte konsideruar prej javësh, por që nuk kishte pasur guximin ta propozonte. A i e thiri ditën për të biseduar privatisht, i kërkoi një fqinjë të besuar të kujdesej për Jonën për disa orë, dhe e çoi ditën në një kafene të qetë larg komunitetit ku mund të flisnin pa ndërprerje. Ulur përballë njëri tjetrit, Robert i mbajti duart ditës dhe tha se kishte një propozim për të bërë, por që duhej që ajo ta dëgjonte gjithçka para se të përgjigjej. A i tha se në javët e fundit, jeta e tij kishte ndryshuar në mënyra që a i kur nuk i kishte imagjinuar të mundshme. Tha se Jona i kishte kthyer një gëzim dhe një qëllim që a i mendonte se e kishte humbur përgjithmonë. Tha se dita i kishte treguar se çfarë do të thoshte forcë e vërtet, dinjitet i vërtet, dashuri e vërtet. Tha se kur ishte me to, ndihej i plotësuar në një mënyrë që kur nuk e kishte provuar në të gjithë vitet e tij të pasurisë dhe suksesit. Pastaj a i tha se donte të propozonte martesë. Jo për leverdi, jo vetëm për të mbrojtur Jonën nga procesi i kujdestarisë, megjithse kjo ishte një përfitim i qartë, por sepse ishte dashuruar për herë të parë në jetën e tij në një mënyrë reale dhe të thellë, me atë grua të mrekullueshme të ulur përballë tij. Tha se e dinte që ata vinin nga botë të ndryshme, se kishte pengesa praktike dhe emocionale për t'u kapërcyer, por se gjithashtu e dinte se ajo që ndjenin ishte e sinqertë dhe ia vlente të luftohej për të. Dita mbeti pa fjalë për një moment të gjatë. Lot filluan t'i rridhnin në përfytyrë ndërsa ajo përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. Ajo tha se edhe ajo ishte dashuruar me të, se ishte përpjekur ta mohonte, se mendonte se ishte e pamundur, se dikush si ajo kur nuk mund t'i përkiste botës së tij. Tha se kishte frikë se mos nuk ishte e mjaftueshme, se një ditë ai do të zgjohej dhe do të kuptonte se kishte bërë një gabim, se Jona do të vuante nëse gjërat nuk do të shkonin mirë. Robert tha se i kuptonte të gjitha këto frikëra, se edhe ai kishte, por se kishte mësuar diçka të rëndësishme në javët e fundit, se jeta ishte shumë e shkurtër për t'u jetuar me frikë, se pendimet më të mëdha nuk vinin nga gjërat që bëjmë, por nga ato që lëm pa bërë. Tha se po, do të kishte sfida, se njerëzit do të gjykonin, se do të duhej të mësonin të lundronin në botë të ndryshme, por se do ta bënin këtë së bashku, si një familje e vërtetë. Dita shikoi thellë në sytë e tij dhe pa sinqeritet absolut. Pa një njeri që ishte transformuar, që kishte zgjedhur humanizmin mbi leverdin, dashurinë mbi vetmin. Dhe ajo tha po. Tha po martesës, po ndërtimit të një jete së bashku, po përballimit të asaj që do të vinte me guxim dhe unitet. Ata u përqafuan aty në atë kafene të thjesht, dy njerëz nga botë krejtësisht të ndryshme, por të lidhur nga diçka më e fortë se çdo ndryshim social apo ekonomik mund t'i ndante. Lajmi i martesës së afërt ndryshoi plotësisht dinamikën ligjore të rastit të kujdestarisë. Beatrice Mema menjëherë informoi gjykatësin përgjegjës se Dita ishte gati të martohej me Robert Cavalierin, një nga biznesmenët më të respektuar të Tiranës, se familja do të kishte stabilitet të plot financiar, se të gjitha shqetësimet e ngritura nga Evgjeni dhe Nevila do të ishin plotësisht të pavlefshme. Më shumë se kaq, ajo paraqiti të gjitha provat e përpjekjeve të tyre të mëparshme për të mashtruar trashëgimin, historitë e tyre kriminale, motivet e tyre qartësisht financiare për të kërkuar kujdestarinë. Në seancën dëgjimore, e cila u mbajt 2 javë më vonë, kontrasti ishte i habitshëm. Nga njëra anë, Evgjeni dhe Nevila me avokatin e tyre të lirë, duke u përpjekur të mbanin një farsë që po shkërmoqej. Nga ana tjetër, Dita pranë Robertit, e përfaqësuar nga një prej avokateve më të mira të shtetit, me dokumentacion të patëmet që provonte se Jona ishte në një mjedis të dashur, të sigurt dhe të qëndrueshëm. Dëshmitarët e rrem që Evgjeni kishte rekrutuar kundërshtuan veten në pyetje dhe u bë e qartë për të gjithë në sallë se kjo ishte një përpjekje e dëshpëruar dhe keqdashëse për të shkaktuar dëm. Gjykatësja, një grua me përvojë 60 vjeçare që kishte parë gjithçka në vitet e saj të karrierës, nuk ju deshën as 15 minuta për të marrë vendimin. Ajo jo vetëm që e hodhi poshtë plotësisht kërkesën e Evgjenit për kujdestari, por gjithashtu urdhëroi që ai dhe Nevila të paguanin të gjitha shpenzimet e procesit dhe të hetoheshin për tentativë mashtrimi procedural. Ajo bëri të ditur në vendimin e saj gojor se ishte e neveritshme të shiheshin njerëz që përdornin sistemin e mbrojtjes së të miturve për qëllime personale dhe financiare, dhe se shpresonte që ata të përballeshin me të gjitha pasojat ligjore të veprimeve të tyre. Kur dolën nga gjykata, Dita e përqafoi Jonën me aq forcë sa vajza u ankua se nuk merrte dot frym, por po qeshte ndërsa e thoshte këtë. Robert qëndroi duke i vëzhguar të dyja, familjen e tij të re, dhe ndiu një paqe që kur nuk e kishte njohur. Betejë ishte fituar.
Evgjeni dhe Nevila më në fund ishin mundur në mënyrë përfundimtare, përpjekjet e tyre për shfrytëzim të ekspozuara dhe të ndëshkuara. Trashëgimia e ditës ishte e sigurt, kujdestaria e saj mbi Jonën ishte e garantuar dhe një kapitull i ri po fillonte për të gjithë ata. Martesa u bë një muaj më vonë, në një ceremoni të vogël por të bukur në një kopsht që Robert zotëronte në pronën e tij në rrethinat e Tiranës. Nuk kishte qindra të ftuar, nuk kishte bujë të panevojshme. Ishin të pranishëm vetëm njerëzit që vërtet kishin rëndësi, Marceli dhe disa punonjës besnik të Robertit që ishin bërë miq gjatë viteve, disa fqinj të ditës që kishin qëndruar pranë saj gjatë thashethemeve, ndër Beatrice Mema që u bë më shumë se avokate por një mike e vërtet dhe kryesisht Jona, e veshur me një fustan të bardhë që Robert e kishte porositur posaçërisht për të, duke mbajtur unazat me një buzëqeshje që ndriçonte të gjithë kopshtin. Kur Robert dhe Dita shkëmbyen betimet, nuk kishte asgjë të inskenuar apo artificiale. Ishin fjalë që vinin direkt nga zemra, premtime partneriteti, respekti, dashurie dhe angazhimi për të përballuar së bashku atë që jeta do të sillte. Kur u puthën si burrë e grua, duartrokitjet ishin të sinqerta dhe lotët e gëzimit të shumë. Jona vrapoi për t'i përqafuar dhe të tre qëndruan aty, një familje e lindur jo nga gjaku, por nga zgjedhje të ndërgjegjshme dhe dashuri të sinqertë. Muajt që pasuan sollën përshtatje dhe mësime. Dita duhej të mësoj me një stil jete krejtësisht të ndryshëm, të mësonte të lundronte në evente sociale ku më parë kishte hyrë vetëm si punonjëse, të përballej me vështrime dhe komente të njerëzve që vinin në dyshim nëse ajo ishte me Robertin për paratë. Robert duhej të mësonte të ishte më i pranishëm emocionalisht, të ndante jo vetëm burime por edhe cenueshmëri, të ishte baba për Jonën në mënyra që shkonin shumë përtej sigurimit material. Jona lulëzoi në mënyra që askush nuk mund t'i kishte parashikuar. E regjistruar në një shkollë të shkëlqyer private, ajo u tregua e shkëlqyer akademikisht, por kur nuk e humbi empatinë dhe mirësinë që e kishin karakterizuar gjithmonë. Ajo u bë mbrojtëse e fëmijëve të tjerë në shkollë që vinin nga prejardhje më modeste, duke përdorur historinë e saj për të krijuar ura midis botëve të ndryshme shoqërore. Ajo e quante Robertin baba, jo sepse dikush e urdhëroi por sepse kështu e ndjente, dhe sa herë që ai e dëgjonte atë fjalë, ndjente zemrën t'i zgjerohej pak më shumë. Robert transformoi qasjen e tij ndaj biznesit. Ai vazhdoi të ishte i suksesshëm, por filloi të përdorte pasurinë dhe ndikimin e tij në mënyra më domethënëse. Krijoi një program bursash studimi për fëmijët e punonjësve shtëpiak, investoi në kooperativa të grave punëtore në periferi, financoi klinika shëndetësore në komunitete të varfra. Ai më në fund e kuptoi se suksesi i vërtet nuk matej vetëm me zero në llogarinë bankare, por në ndikimin pozitiv që lije në botë. Dita gjithashtu gjeti qëllimin e saj. Me trashëgimin më në fund të zgjidhur dhe sigurinë financiare të garantuar, ajo vendosi të përdorte përvojën e saj për të ndihmuar gratë e tjera. Krijoi një organizatë që ofronte aftësim profesional për punonjësit shtëpiake, duke i ndihmuar të kuptonin të drejtat e tyre, të negocionin paga më të mira dhe madje të ndërmerrnin biznes nëse dëshironin. Ajo u bë një zë i respektuar në komunitet, dikush që kishte kapërcyer vështirësi të pamatshme dhe përdorte historinë e saj për të frymëzuar dhe fuqizuar të tjerët. Sa për Evgjenin dhe Nevilën, ata u përballën me pasojat e veprimeve të tyre. U paditën jo vetëm nga Dita, por edhe nga njerëz të tjerë që zbuluan se kishin qenë viktima të skemave të tyre të mëparshme. Evgjeni përfundoi duke vuajtur dënimin për mashtrim dhe Nevila humbi licencën për të ushtruar disa aktivitete tregtare. Por më shumë se ndëshkimet ligjore, ata humbën diçka shumë më të vlefshme, mundësinë për të qenë pjesë e jetës së një familjeje të mrekullueshme, shansin për të dëshmuar transformimin dhe rritjen e Jonës, privilegjin për të qenë pranë njerëzve që vlerësonin dashurinë dhe integritetin mbi lakmin. 5 vjet pas asaj dite me shi kur një vajzë e vogël hyri duke u lëkundur në një dyqan rrobash të shtrenjta, Robert ishte ulur në një park duke vëzhguar Jonën, tani 10 vjeç, duke luajtur me fëmijë të tjerë. Pranë tij ishte Dita, dora e saj e ndërthurur me të tijen, dhe mes tyre ishte një karrocë fëmijësh ku flinte Mateo, djali që kishin pasur së bashku, një urë e gjallë midis botëve që u bashkuan përmes tyre. Robert mendonte se sa e zbrazët kishte qenë jeta e tij para atij takimi, se si e kishte ngatëruar suksesin me lumturinë, pasurinë me qëllimin. Mendonte se si një vendim i thjeshtë për të ndihmuar një fëmijë të frikësuar kishte transformuar absolutisht gjithçka. Ai nuk e kishte shpëtuar Jonën atë ditë me shi, ajo ishte ajo që e kishte shpëtuar atë, duke i kthyer humanizmin, duke i treguar se luksi më i madh në botë nuk ishte paraja apo pushteti, por dashuria, familja dhe lidhjet e sinqerta.
Dita i shtrëngoi dorën dhe buzëqeshi, ajo buzëqeshje që ende ja bënte zemrën të rrite më shpejt. Ajo tha se ishte e lumtur, vërtet thellësisht e lumtur, në një mënyrë që kur nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Tha se ndonjëherë ende zgjoi duke menduar se gjithçka ishte një ëndër, se do të duhej të kthehej në realitetin e pastrimit të shtëpive të tjerëve dhe të shqetësohej nëse do të kishte para për të blerë ushqim në fund të muajit. Por pastaj shikonte përreth, shihte Jonën duke lulëzuar, shihte Mateon duke u rritur, shihte Robertin pranë saj dhe kuptonte se kjo ishte jeta e saj reale, se e meritonin atë lumturi po aq sa çdo njeri. Robert e puthi në ballë dhe tha se ata kishin ndërtuar diçka të rrallë dhe të çmuar, një familje të bazuar në zgjedhje, dashuri dhe respekt të ndërsjellë. Tha se do të kishte sfida në të ardhmen, se jeta kur nuk ishte e përsosur, por se do të përballonin gjithçka së bashku, siç kishin bërë gjithmonë. Dhe ndërsa vëzhgonte Jonën duke vrapuar nëpër park, duke dëgjuar të qeshurën e saj të gëzueshme që i honte në ajër, ai e dinte me siguri absolute se ajo ditë me shi, kur vendosi të ndihmonte një fëmijë të humbur në vend që thjesht ta injoronte siç do të bënin shumica, kishte qenë dita më e rëndësishme e gjithë jetës së tij. Sepse ndonjëherë, në mes të stuhive dhe vështirësive, gjejmë jo vetëm stre, por edhe shtëpinë tonë të vërtetë. Dhe ndonjëherë, familjet më të forta nuk janë ato në të cilat lindim, por ato që zgjedhim t'i ndërtojmë me dashuri, guxim dhe gatishmërinë për të parë përtej dallimeve sipërfaqësore për të gjetur humanizmin e përbashkët që na bashkon të gjithëve. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Robertit, Ditës dhe Jonës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim transformimi, guximi dhe dashurie të vërtet, klikoni butonin e pëlqimit, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju preku më shumë në këtë histori. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që na kujtojnë rëndësinë e zgjedhjes së dëmshurisë në vend të indiferencës. Ju presim në episodin e ardhshëm me më shumë histori që festojnë fuqinë e dashurisë dhe dinjitetit njerëzor.